ato muaj që isha në burg, bashkëshortja ime i ka pa disa video me një person tjetër. Kam gjetur edhe personin atë që kishte dalë në video. Ta ndo prifti me këto shkrimet që thot këtu. Je bukur, je kshu, je ashtu, me zemra, me gjera, thash qa do prifti në këto. Ka akuzuar një njeri të Zotit. Ka akuzuar një njeri që është në vjetë 19 vjetë. Paguan mirë prifti, paguan e paguan, Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në videon e radhës, jeni live me Odetën. Ditën e sotme unë dua të ndaj me ju historinë e një të riu nga Berati. Është 36 vjeç, quhet Shkëlzen Fushtani, i cili prej vitesh jeton në Greqi. Në fakt, konfliktet që ka pasur me nënën e dy fëmijëve e kanë çuar pas sekurave. Dhe ai pretendon se tradhtia ishte ajo që shkatërroi familjen e tyre, pasi bashkëshortja e akuzoi për dhunë dhe tentativë vrasje, gjë e cila mohohet nga 36 vjeçari, ndërkohë që ai pretendon se prifti me të cilën ajo u dashurua ishte ai që e mbrojti në gjykat dhe pagoi policinë greke. Por çfarë ka ndodhur? Unë do e dëgjoj vetëm nga goja e Shkëlzenit dhe menjëherë i dërgoj ftesën. Përshëndetje Shkëlzen. Shëndetje. Më ke telefonuar për të ndarë një problem. Çfarë ka ndodhur me ty? Unë jam arrestuar për lëndë narkotike. Si fillimisht më kanë bërë një si tip skeme, pas një lloj fakti, pas një lloj gjë. Arrita të kur isha ato muaj që isha në burg, bashkëshortja ime i ka pa disa video me një person tjetër në TikToku që ishte, në brenda bet fjalë kur isha në burg. I thash kush është ky person? Është një shoku im. Shoku jot, i thash unë, ky mund të jetë shoku jot. Me këto banalitetet që shikoj këtu. E pak fjalë kur të dalë, thash unë do la fosim mbi për gjitha. Sa dola për saj, kur dola mba 17 muajsh, dola, më berën tjetër sken, si kur vajta për ta vrarë, për ta prerë, ajo me kamrat e shtëpie kishte vendosur kamera policia. As një lloj fakti, edhe atje ku më akuzon, 4-5 kamera, as një lloj fakti që të thotë që pore, e bere, ja ti e këtu, edhe ta pranoja edhe unë arrestimin që e kam berë. Ju jetoni në Greqi? Po. Konkretisht çfarë vendi të Greqisë? Në Manis. Atëre, dua të më shpjegosh historinë. Juve keni pasur probleme me bashkëshorten, ish bashkëshorten tuaj. Ja, fare probleme una kur isha, këto problemet më ndodhen në burgu edhe mbrapa. Nuk kam pasur probleme me bashkëshorten time as edhe një herë. Juve sa vite martesë keni pasur bashk? 7 vjet. 7 vjet? Po. Dua të të pyes si e njohur me bashkëshorten që më pas më tregosh të gjithë problematikën tënde. Me shkosi. Ju jeni nga Berati? Po, ajo na dibra me origjinë, po banuese në institut në Tiranë. Berëm cilibrime të rregullta në Shqipëri, në Tiranë, e mora këtej, i fillova t'i beja letrat, shkoni mirë, pastaj më ndodhen më berën këto që më berën, shkova në burg, dola në burgu, pastaj më beri këtë tjetër mbrapa edhe kur shkova në burg, besoj se fshihet ajo mbrapa që të më fuste në burg mua edhe të bëjnë jetën e saj ku ta di unë, se çfarë bet, zoti i madh e di se unë mund të fshihem çfarë bet mbrapa për ato letra. Por, unë prandaj po të pyes, si ke pasur marrëdhënien me ish bashkëshorten? Shumë mirë, edhe ata që më njohin që kemi pasur hyrje, dalje, shoqëria që është këtu për shembull, më thanë mua nuk e besoj sa ku arriti ça ashtu. Juve jeni bërë prindër të 2 fëmijëve. Po, unë kam edhe një djalë tjetër me jashtëmartesore. Para se të mirja këte, kam pasur martesore me një grua tjetër. Ndërkohë, Shkëlzen, ju sa vite që ndruat martesë që më pas tire në burg? 7 vjet. 7 vjet. Pas 7 viteve ti dënohesh nga drejtësia greke për shkak të lëndëve narkotike që... Nuk u dënova, qeva para burgim. Në para burgim. Sa që ndruat në para burgim? 17 muaj. 17 muaj? Po. Në këto 17 muaj ti mësove se bashkëshortja, nëna e 2 fëmijëve të kishte tradhtuar. Po, më tradhtoi se i ka pa video të vetë që kishte ngarkuar në TikTok.
Çfarë videosh ishin ato në TikTok që peti? Video me një person dorezez që udhëshin, e ke parasysh? Por si e ka marrë e guximin e martuar të postoj në një rrjet social, publik, për gjithë njerëzit, një video që puthet me një person tjetër? S'mund ta mendoj dot, çfarë mund t'ju them, nuk e di. Mua s'më intereson ajo, mua më intereson vetëm se më bëjnë këto gjërat, më Jo, rrepes. dua ta kuptoj qartë historinë që ta arrimte problemi. Ti në momentin që i kape këto video dhe u ballafaqove me nënën e fëmijëve, çfarë të tha? Asnjë gjë, edhe aty shkusit i kam thënë, nuk çfarë të them mua, tha, nuk di se çfarë të them me tha. I thash unë erdha te juve në Malsi, se mendoja se Malsia thash kishte burra, jo gra. Unë erdha të mire e ngrua për besim, jo për tradhti, unë për tradhti e mora një thash edhe e lash. E dyta prap thash unë apo marrëm qaf fëmit rrugëve. E dyta herë thash prap mua e kjo gjë. Unë përndaj erdha Malsi thash se mendoja se jeni me kanune, me ligje. Por vetë nëna e fëmijëve, Sonila, çfarë të tha? Nuk kam asnjë mirë kuptim me atë. Ajo vetëm kërkon të fuzin burg, që të jetoj e lirë, se kur jam unë jashtë e ke parasysh i ruhet, edhe nuk e përkraj njerëzit këtu kur dola na burgu nuk e përkran, nuk ka asnjë dëshmitar. Unë kam 10 dëshmitare, as ka asnjë. E ke parasysh ka vetëm një prift që erdhi në fillim kur i nxora videot una, e anulloi gjykata këtu. Pastaj i sa gjykata mos largohet nga vendi këtu, ajo iku pa urdhër gjykate, shkoi me event atje mi mban fëmijët mbyllur në Athinë, na atje tani ka ikur në vend tjetër. Unë shikoj të fëmijët e mi, kam 1 vit e gjysmë, nuk e shikoj një herë, nuk flas dot. Para 2-3 ditësh më morin telefon, mi dërgoi pak, më tha mua do japësh një firmë që ka miku në event që vajte atje, vetëm më kërcanon që vetëm kur e ka qefin që doja në një firmë, në një gjë, më merr në telefon. E 1 kuptoj. vit e gjysmë s'më kishte marrë asnjëherë. Përpara se të bie shkëlze në burg, ju keni pasur konflikte sepse kjo tradhtia erdhi pa pritur. Asnjë lloj konflikti s'ka, asnjë lloj dhune në për spitale, vetëm të mira ka pasur na mua, kam paguar lesht e kokës që kam cilë ata 2 fëmijë në jetë, Odeta i kam me fakte na doktori, s'ka asnjë lloj fakti ndaj meje që ajo thot më dhunon, do më vrasin, do më presin, po s'ka një lloj fakti, një Jo, fakt unë jam vetëm. shumë kurioze të di kur ti i tregove videot që e kape duke u puthur me një tjetër. Çfarë të tha ajo? Kërkoi ndarjen? Çfarë tha? Asnjë gjë, edhe pak para 2-3 ditësh që më ka marrë në kamerë, i kam dërguar një video me që i ka vënë kokën fëmis, kemën këtu në kokët, edhe o mohon s'jam una. I thash e kam video më, kur nxjerr edhe fytyrën edhe me fëmin, i thash si je ti më. I mohon të gjitha, e ke parasysh, thot nuk jam una, ty s'jam unë kjo, s'kam bërë unë këto, i kam shok, për ata thot i kam shok. Shok si? Nga një moment që ti dole nga burgu u ndave? Unë dola edhe nuk mund të vija do të shtëpia të shikoja fëmijët e mi. Kam marrë një polic, kam vajtur te shtëpia, nuk pranonte të më nxirrte fëmijët. Polici vetëm kur i bërtiti polici, sa nxirri fëmijët i shikoi fëmijët. Pastaj sa pas fëmijët i takova, i blia gjëra, i nxirja për lodrat, se nxori një urdhër gjykata. Po. Ti shikoja 3 herë në javë, i shikoja, mirë e bukur, ju mirja gjëra, çaj u duish. Pastaj hiku pa urdhër të gjykatës fare, nuk iku kështu. I kam bërë 40 denancime, asnjë lloj zgjidhje. Kur jeni ndarë, kur jeni divorcuar përfundimisht? Po them se gjithë kam qenë në burg unë edhe dola, s'kam pasur me kontakte me atë, vetëm shikoja fëmijët. Kam 1 vit e gjysmë tani s'kam para fëmijët. Për 1 vit po bëj që kam dalë. 1 vit e gjysmë që kam dalë. Pra, ju keni 1 vit e gjysmë të ndarë. Ndërkohë që ajo nuk të dha asnjë shpjegim për gjithçka. Një lloj shpjegimi fare, asnjë lloj arsye. Vetëm i mohon të gjitha gjërat, sikur unë i kam bërë keq, sikur kështu, po unë i faktoj, ato që i them unë i faktoj me video të gjitha, edhe që i dhunon fëmijët i kam me video, që i godet, edhe me shenja, me fotografira që janë të nxirr fëmijët në surrat, me shenja në fytyrë, i kam të gjitha me fakte, kurse ajo thot vetëm me gojë. Atëherë Shkëlzen, të lutem, se të kam pyetur disa herë dhe s'ma ke thyer përgjigjen. Kur dole nga burgu dhe u ballafaqove me nënën e fëmijëve për tradhtin, duke treguar videon, çfarë të tha konkretisht? Jo, më tha mua, tha me këtë person, unë s'kam qenë fare, unë kam edhe personin, se doja të, nuk më linte ajo imja që të mirja vesh të vërtetën.
Se mos gaboja unë një person, kam gjetur edhe personin atë që kishte dalë në video, e kam telefonuar, e kam edhe atë në regjistrim duke folur, që thot që ka qenë këtu te mua, na zona këtu ka qenë Kallamat, ka qenë tek ai me gjithë jemën e saj, është në ndjeni edhe jemë e saj. Po? Kur kam marrë të vllajën e saj, e kam edhe me biseda me vllajën e saj, i thash kush është ky person, nuk e njoh, më tha. I thash okej, lërës të po i njoh una, mos më thoj thash që pastaj jam unë fajtori motrës tende. Çfarë të tha personi në fjalë? Ai është shqiptar apo është grek? Është shqiptar, dorezez. I përket një komunitetit egjiptian. Po, pranoj, e kam të regjistruar. Nuk pranoj që ka marrëdhënie seksuale, kur i thash pasaj që kam videon, më ka bërë blokazh. Juve i dha të fund martesës, ajo mori fëmijët dhe iku, ndërkohë që fëmijët nuk t'i lati takoje? Jo. Këtu më dha urdhrin gjykata, edhe më benin sa herë me gjithë policinë bashk. Po? Më benin këto gjëra pjesi që mua të më fusnin në burg, edhe më në fund e arritën, u dënova prap për së dyti herë 18 muaj. Për çfarë u dënove herën e dytë? U dënova sikur vajta ta vrisja këtë gruan, edhe më dënuan. I thash prokurores, zonja prokurore, po më dënoni kot, se kam bërë unë këto veprat. Do pendoheni thash kur dal në burgu, se unë po dola dhe një në burgu, thash do pendoheni, si gjykat. Qa mund të beshta? Qa mund të bëj, thash unë janë mendimet e mia, po do mendojeni si gjykat. Se po më fusni të pa drejtat për burgjet, thash brenda, që të rri zonja, thash e lirë me priftin, edhe unë vetë të vdes për burgjet brenda, thash unë është e pa drejt kjo. Megjithatë më dënuan. E ktheva edhe një gjyqin brapa, e morëm prap të njëjtët edhe një mi madh në gjykat, si nuk e di prokurori mi madh, edhe më nxorën. Por fëmijët? Fëmijët i kam takuar, kaloja mirë e bukur, pastaj ajo u zhduk deri këtej. Sa kohë ke pa i takuar fëmijët? Unë vite gjysmë. Të ka marrë malli? Ma ka marrë malli sa një zot e di. Kur i ke takuar për herë të fundit, çfarë të thanë? Për herë të fundit besa nuk mund të flasin qartë fëmijët. Na dhuna që i heqë ajo, nuk i shqiptojnë fjalët. I madhi vetëm flet edhe fryen damat këtu, nuk i shqipton dot zerë ato kur e kisha bërë që na ajo mos më bente kjo ato antatet që më bente sa herë, e kisha bërë që unë fëmijët i vija t'i mirë te policia, edhe t'ja dorëzoja te policia që t'i mirë te ajo. Edhe kur iknin fëmijët i trishte zvarre se nuk iknin na mua. Sa vjeç janë fëmijët aktualisht? 7 vjeç edhe 5 vjeç e gjysmë i vogël. O, që nga të vegjël. Edhe nuk flasin fare. Ju më keni treguar se keni plot fakte dhe regjistrime që vërtetoni se në gjithë të histori që ka ndodhur në familjen tuaj, ju jeni i pafajshëm. Sot, nëna e 2 fëmijëve të tu jeton me një prift në Greqi. Prifti ka dhënë deklaratën në gjyq që hiku deri këtej, erdhi prifti edhe tha që o hiqeni deri këtej që t'iki në Athinë, arsye që mos shikoja unë prift kur kishte marrëdhënie me këtë, se më vonë pastaj kur e dha deklaratën gjykata të ikte ajo, deklarova që kush është këtu, është prifti. Prifti nuk i thash nuk mundet të vinë në gjykat. Prifti është për te kisha. Këtu në gjykat jeni juve. Ta do prifti me këto shkrimet që thot këtu. Je bukur, je kshu, je ashtu, je këto, je me zemra, me gjera, thash qa do prifti në këto. Prifti thash una duhet të dënohet. Po edhe hoqëm priftin fare. Ju keni zbuluar se nëna e fëmijëve ka pasur një marrëdhënie me një prift aty? Me prifta edhe me shumë të tjerë. Ka pasur edhe me një tjetër në Athinë, me një djalë tjetër prap duke puthur, përveç atij tjetrit, edhe me një tjetër që më ka marrë më kërcënuan do të vras, do të pres. I kam të gjitha në shkrim skrop, i kam bërë denancim polici. Policia nuk pranon të t'i bërë denancim se dilte e vërteta që unë gjithmonë flas me fakte, nuk pranuan. I thash do ta bëni denancimin tani se unë do ngjitem në Athinë, do veta bëj në Athinë denancimin tek policia më e madhe. Ky personi po më akuzon, po më kërcënon, do më vrasin, do më presin. Ndërkohë ti ke folur me nënën e fëmijëve sepse ti e ke një numër telefoni. Ke folur që për çfarë i bën të gjitha këto, ju i keni dhënë fund marrëdhënies. Për shkak të tradhtisë ju u ndat. Për çfarë ai vazhdon ta hakmerret me ju?
Nuk e tu qarë numrin, Audita, një numër që është bërë që e ka dhenë si deklarat në gjukat e ka mbyllur. Këtë numrin para 2-3 ditësh më mori që kërkon një firmë tani na shkolla që ka ikur na event, vej event tjetër, 2 ditë po bej që ka marrë këtë numrin që ma dha. Jo, kur ke folur dhe më përpara, a ke diskutuar ndonjëherë ti me nënën e fëmijëve? Jo, fare. Asnjë komunikim fare, ajo ka ikur, është zhdukur, e ke parasysh, s'kam pasur asnjë lloj, nuk më ka marrë njëherë të thotë që na fol njëherë me fëmijët e tu. Fare hiç. Sikur edhe unë tisha aq i keq fare, të më mirë të njërë të flisja me fëmijët në anë shpirtërore. Asnjëherë fare hiç. Shkëlzen, po si ka mundësi 7 vite martesë, ti më the kam shkuar shumë mirë, njeriu të ndryshoj kështu? I kam me foto kur ka qenë, po ta shikosh Audita se si ka qenë në fotot, do të dërgoj disa foto tani, kur kemi qenë bashkë, edhe tani ka asnjë lidhje, ta shikosh vetëm në fotografit, i dërgon të gjitha që si ishte edhe si është, ka është dita me natën. Shkëlzen, por çfarë mendoni ju? Ju jeni ndarë tashmë, u bën një vit e gjysmë që nuk jeni më bashkë. Pse i bën të gjitha ato veprime? Pse ajo kërkon që të bëj ende keq ty? Për çfarë? Ajo me sa mendoj una e kërcënon policia greke, që të më ngarkoj mua një ngërkesë për atë që kam qenë unë në burg. Policia e bente vetëm për atë e fushën si tip dëshmitare, se me sa ka marrë vesh una në për mite kështu larg, ajo më duket se ka dhënë një dëshmi të fshet në polici. Çfarë dëshmie të fshet? Që fshihet burri im te këtu, për që u akuzova una. Atje ku akuzojsha una, pastaj kur dola na burgu, më lart kishin qenë edhe shumë vende të tjera, edhe kam pasur dorë e disa nga këta policat grek që ishin të tyret, edhe si të mbulonin faktet, të më ngarkon të mua që të keni provë që edhe policia bën punë këtu në teren. Po më ndajshin kur ju thash pastaj që atje ku më akuzoni mua më lart janë edhe 15 vende janë të tuajat, Po. s'më kanë rëmuar me. U pren policat. Sa ju thash këto fjalë, u pren. I thash unë do t'ju fus në burg. Dhe ju mendoni që ish bashkëshortja, nëna e 2 djeve të tu, ka bashkëpunuar me policinë që juve të fusin në burg? Po, jam 99% i saktë. Por pse du ta bënte këtë gjë? Se do të shikoj jetën me pak fjalë më duket. Jetë e lirë, me këti dalin për para, fëmijët i mban vetëm thjesht se të fitoj letra nga fëmijët, por syjet e tjera nuk i kuptoj dot, Audita, qa mund t'ju them, të shpik gjëra, të mendime, kot, fantazira. Jo, Shkëlzen, ajo shumë mirë, nëse nuk të dashuronte më ty, mund të ndaje dhe të vazhdonte jetën e saj. Nuk ishte pse të shpikte dhe policia aty të arrestonte. E i thash edhe unë të ndajshim me mirë kuptim, ose do të shikoj jetën tënde, deri këtu jemi bashk, një jep dorën, t'jap dorën, për sa përket për ata fëmijë, qa më takon, i thash, ti shikoj, ti takoj, qa kushtet, qa më takon, të u pagoj, edhe se cili punën e vetë, të më bërë gjithë këto gjerat, i anaskalon mua betet. Ke mundur Shkëlzen të flasësh me familjarët e saj? Ata, derisa ju kam treguar faktet, videot, gjerat, më kanë bërë blok në rrjetet sociale, nuk flasin me mua, se s'kan qatë të thonë. Janë të kapur, si e thonë, të kapi qerqizi me faj, nuk mund qatë të thonë me ata, te kanë gojnë të mbyllur, s'kan qatë mund të thonë me. E kuptoj, përpos që ajo të ka tradhtuar dhe kjo gjë ka marrë fund tashmë për ty nuk t'intereson më jeta e saj, ajo që ty të shqetëson janë 2 fëmijët që keni sjellë në këtë jetë së bashku me Sonilën. Dhe jo vetëm që nuk i takon fëmijët, por ti pretendon në këtë live me Odetën që ajo i dhunon. Po, e jam sim, janë 99% edhe ajo edhe e jam e saj. Nga e vërteton, si e ke parë? Jemën e saj, kur dola nga burgu e kapi fëmin të varre dhe i ram pas kokës kështu me pëllem, edhe i ku kështu, po s'mund të bëja do gjë, se unë isha aq i ngarkuar që një fjalë ti thoshe una pa bërë gjë fare, ata më arrestojnë. Jo që për atë moment më ra qielli sa s'më zuri poshtë, kisha qa mund të bëja me, vetëm thash mbaju se po re në burg,
do ju mbaç fare dhe do tallin njerëzit me fëmijët e tu, edhe u troqa as i thash as gjys fjalë, i thash të lutem, thash mos i gacmo fëmijët. Po me sytë e mi, nenën e kam parë me sytë e mi, kurse ata e kam me video, vetëm do shikosh tek ajo video kur ju përtet fëmijëve, i kam thënë pastaj një fjalë, më fal për shprehjen, i thash edhe ik, po s'duke muna, edhe ajo nuk duket në video, vetëm që qan fëmia nuk e mund të arrisja ta filmoj atë fix, po e zeri sa ai vërtetohet, e ke parasysh, kurse kam që i mbaja te shtëpia kur rrinte me një shtëpi tjetër që vetëm qan fëmia brenda, kam në Athinë që i mban vetëm mbyllur atje ku jetonte tani, kam çuar një detektiv që i mban vetëm mbyllur edhe dalin adiktarja si në ata zogjt e veçkër, si dalin në fole edhe vetëm shikojnë a xhamet, se kam çuar detektiv në Athinë që i kam bërë fotografi. Ndërkohë, ti nuk mundesh dot të flasësh me nënën e tyre për t'i kërkuar llogari për atë që ajo bën ndaj dy fëmijëve. Asnjë gjë nuk mundem unë, unë s'mundem të flas me fëmijët, s'mlem fëmijët jo me për këto të tjerat, po edhe fëmijët që të më japin fëmijët një herë, kërkon të pitoj diçka nga mua, ja tani që i ra halli që do të iki që ka ikur në event ku ishte, ka vajtur në event tjetër, po nuk e jep shkolla shkresën ku kanë qenë fëmijë të regjistruar, më kërkon mua tani të firmos una, që më mori me të mirë 2 ditë, një ditë e parë, ditën e dytë më tha direkt lajmin që do firmos. I thash unë nuk mund të firmos dot, vras fëmijët me duart e mia, bolli po i keq trajton. I qartë, ti ke folur përpara 2 ditëve dhe po më thuaj më mori me të mirë. Në ç'kuptim të mori me të mirë? Që më nxori fëmijët me pak fjalë, se kisha një vit e gjysmë s'kisha folur. A, ke folur me 2 fëmijët e tu? Ke një mesazh për t'i përcjell nënës së 2 fëmijëve? Për fëmijët, dua që mos t'i keq trajtoj, mos t'i rraj, për atë punë do merret gjykata, do ta gjej të drejtën për ata fëmijë. Ti kërkon të marrësh kujdestarinë e fëmijëve? Po, do ta marrë dhe do vinë në Shqipëri, nuk mund të jetoj me atë kjo rraca këtu. Je i gatshëm që të përballesh me nënën e fëmijëve nëse ajo pranon që të hyjë në këtë live? Shumë i gatshëm, as kam frikë s'më drizë qerpiku fare. 28 vjeçaria Sonila Fushtani, nëna e 2 fëmijëve, e pranoi ftesën që unë i dërgova dhe është e gatshme të përballet me babain e 2 fëmijëve të saj. Kështu që në këtë momente do ftoj Sonilën. Ish babai i fëmijëve të tu ka bërë një denoncim që s'ka kontakte me fëmijët. Po? Ai do të flasi me fëmijët, por tregon që ju jeni pengesa, që ai s'ka kontakte me fëmijët. Më fal, besoj se keni marrë dhe përgjigjen për çfarë arsye s'ka kontakt me fëmijët. Ai më foli dhe më tregoi për jetën që kishit së bashku 7 vite dhe më tregoi që divorci kishte ardhur si pasojë tradhtisë bashkëshortore nga ana juaj. Ja, as pak s'është e vërtet. Ndaja ju, do të them ndaja jo me dokumenta, i mindar për shkak sepse ai ushton dhe dhunë ndaj fëmijëve, ndaj meje, për shkak të përzimit të tjera me drogën, e cila të gjithë fajin më hodhi mua sipër, që unë isha shkaku ne me 2 fëmijë në shtëpi, sepse as i firmë nuk di si çfarë mund bëj një mashkull deri jashtë, dhe kur bëheshin në gjyqjet, thoshte që unë i dua fëmijët, unë i bëj, unë i kthej, kur i don dhe i don, do të thënë, i dëshiron si fëmijë, do të jesh i përpik ndaj fëmijëve. Tash Sonila, çka ka ndodhur mes teje dhe Shkëlzenit? Ai tregoi versionin e vet, foli për jetën e vet, por realisht unë dua të dëgjoj dhe zërin tuaj. Çfarë ka ndodhur mes teje dhe Shkëlzenit? Pse mori fund pas 7 vite martesa juaj? Gjithë shkaku i redi fundit për shkak sepse aty u shtuar punës narkotikas. Unë mbledh në jetën e tij me punë pista, e cila la pasdore mua dhe fëmijëve, e cila nuk erdhi në shtëpi fare, nuk do të interesonte këta fëmijë, a ka nevojë për një baba apo s'ka nevojë? A ka nevojë ta për dashuri, për ngrohtësi apo nuk kanë? 5 vjet i kam rritur vetë, dhe pse ai ishte ishte i lidhur me mua koment, largoi në shtëpi dhe më thoshte, nëse ti do u tregosh ku shkoj, unë të heq kokën. Dhe i thash që nuk them asgjë. Nga frika se mos do më vriste, unë flisja. Në brenda në shtëpi, gjeja shumë gjëra që nuk duhet lejuar në shtëpi. Për shkak se unë i pas, fillon të goditjet që 7 zane. Duke mos interesuar që unë ishte 7 zane me person. Nuk i interesoj se është fëmija ti brenda në barkun tim. Nuk i interesoj që ai fëmijë ka nevojë për dashuri. Nuk është i imi gjej baban. Edhe sot sa ditë i them, bëj
analizat atyre fëmijëve, që janë apo si janë të tutë. Tani nuk ka nevojë, thotë, di që jam të mitë. Mbas 5 vjeç, më thotë tani di që jam të mitë. Mbas që familje nuk është që thjesht të thuash unë jam burr. Unë jam burr. Këtë nuk e them dot që unë jam grua, apla nuk e bëj detyrën time si grua, sepse më pëlqen vetja. Këtë nuk e them dot. Të dalë unë të rri si rrin ai, diskove, kazinove, qinove, të lële klubve, të pi narkotika, dhe unë mos jem djeni, të vinë në shtëpi të çojë mua, të më nxjerrë nga shtëpia, të rraj fëmijët, ç'është ai? Dhe unë nga frika se do më vrissim duja gojen. 5 vjet dhunë nga i person dhe sot e mohon. Që cila unë kam video që ka shqyr dirën. Nga anë komshive. Dhe më thotë, unë do marr fëmijët, o t'i çoj në jetimore, thjesht që të shpëtoj vetën time. Por çfarë do shpëtosh vetën duke lënduar një nën? Që ata fëmijë sot po rrisun për ai. Jam baba dhe jam nën vet, nuk është ai. Nuk pyet një ai fëmijë, është mirë, s'është mirë, i duhet gjë, si duhet gjë. E dashur Sonila, ai në fakt pretendon të kundërtën. Ai më tregoi që ndarja jonë erdhi për shkak të tradhtisë. Unë i kapa disa mesazhe, disa video që ajo i postonte në TikTok, pati marrëdhënie me një prift që e mbrojti në gjykatë. Jo. Gjë që nuk ndodhet. Gjë që nuk ndodhet. Ktu në Greqi ka një si thonë, ka një ndihmë humare siç bën në Shqipëri. Dhe për xhamia që dhurojnë ndihmë jetimorëve, njerëzve që kanë nevojë, janë thjesht kisha që marrin pjesë femrat nevojtare. Nuk janë kripët në ndihmë e madhe, plan ndihmë ekonomike, domethënë ushqime, bebelina, gjëra të vogla. E qartë. Nuk ka lidhje një ndihmë humare nga një person 99 vjeç që është prift. Mund ngatrohen gjërat, ndihma me diçka që nuk është. Të shikosh videot e tij, skandal nga më të ndryshmet. Unë ta bëj vetëm një person, një moshkull që është i rrugave, jo papa. Ati s'u të do papa. Por sa i përket të kesh shoqëri, kjo më të thotë që ke lidhje. Kjo nuk është lidhje. Në lidhje, shoqëri kam plot, po jo është lidhje. Lidhje nuk bëj sepse unë kam fëmijë njerë. Dhe nuk dhe lë fëmijët e mi mbrapa për thjesht për lidhje. Unë fëmijët e mi si kam lënë asnjë për askënd në botë. Jo për atë, po për askënd. Se jam nën, jam dhe papa për ata fëmijë. Pra, ju pretendoni që ai nuk i merr telefon fëmijët, jo se ju jeni pengesë për të. Dëgjoj, do të them diçka. Unë do isha lumtur nëse fëmia ime do kishte një papa. Bëja baba të sinqert, baba të flasë me gjithë shpirt. Jo si nën, po do të flasë gjithë të tjera. Unë do isha lumtur nëse fëmia ime do kishte ngrohtësinë e babait. Do t'i jepte disi dashuri. Do t'i përkushtoj ashtu siç unë i përkushtohem. Jo thjesht unë e dua, ta pus, ta lë. Jo, sa i fëmijë ka shumë detyrime. Ka vizita, ka dashuri, dhe ushqime. Do la shumë gjëra të poshtë. Sa është nuk sa ka marrë taksin. Ku është e papa? Ku është? Jeta nuk është dalë bëj qefet e një rrugëve dhe kur të bëj mendja një 6 muaj për ata fëmijë. Jo, atë nuk e pranoj. Të vitëm qelloj mua për femra të tjera se të pranoj. Të vitëm merret me shoqëri dhe me rrugë pistave, punë të ndyra që këtu në Greqi, po të hapesh emrin e tij në polici, ai është vetëm për punë pista, nuk është për gjëra të tjera. Gjë që kam duruar. Për çfarë? Frika, dhuna, goditja, kërcënimet. Nga mos dokumenta që sot edhe sot s'kam dokumenta. Punë me të zezë. Pa ditë një se ku punoj. Vetëm në lokal në një adre tjetër dhe mos përka policia. Pa dokumenta, mos paguajnë një dëm, që s'duhet. Për çfarë për ato fëmijë? Ç'a jam unë? Ma një të redërvoj një më kam të qelë për të rritur fëmijët e mi. Dhe ai sot më bëj mua kërcënim dhe shantazh të se pranoj. Jo ati, pas njeriut. Dhe vetëm ajo që më thotë do të marr fëmijët e do të flak në rrugë si mbeturim. Se s'ke dokumenta, s'ke mbështetje, s'ke ndihmë, je cop femër. Çfarë janë femrat në Evropë? Sa femrave u heqet koka dhe askush nuk e di gjë për të. Kush e ka bërë? Fëmijët janë vegjël. Realisht nuk i kuptojnë të gjitha problemet që keni ju të dy prindrit. E kërkojnë babain? Realiteti është që jo, sepse nuk është si ka rritur ai. Nuk është se ka ndonjë mbi kokë. Që ta thonë emrin baba, nuk ka ndonjë mbi kokë. Kur fëmijët që kur i kam sjellë në jedem tani, është mamaja ime. Është mamaja ime ka që 4 vjet ka që në Greqi, edhe kur kam sjellë në jetë ka që mamaja ime të koka. Edhe kur kam pasur nevojë të plastik të rënda, dhe nevoja më shumë të mëdha ka qenë familja ime që është në Shqipëri, që unë sot mamën e kam këtu 4 vjet.
Mama ime mba të fëmijë, lanë, shplanë, gatuan, kujtës pa të fëmijë si tjetë, që kujtjet burë e grua. Dare se mama ime ka prishur një familje për të bajtur të fëmijë. Dhe ai sot më ngrej zërin mua, do ngrej gjithë të vëmagat, tu i thënë më të fortit, si të thënë në Shqip, më të fortit, më bosat e Evropës. Do t'i ngrej që unë të mposhty, se ti jetë ishë të femër. Jo ti, po çdo femër. Shkëlzen, jemi këtu të tre dhe Sonila po i mohon të gjitha ato që më tregove. Sonila tregon që ka qenë një nën, një grua e dhunuar nga ju. Ato faktet gënjejse i kam bërë unë vetja. Mund të bëj një pyetje të lutem? Patjetër. Të zonjëshës? Patjetër. Dëshironi që të jap numrin e policisë të gjithjes dhe t'i shpjegoj se situatën se çfarë lloj babai dhe çfarë lloj burri është. Qa do i thoj? Nga si është futo në burg, më fal. Dhe ta pyesësh sa herë Sonile Fustani ka ardhur në zyrën tuaj. Sa herë ka ardhur me shenja në fyt. Sa herë ka ardhur me lot në sy. Sa herë? Bëre një fotografi. Dhe zbere një fotografi e ti kështë Dëshiron të dërgoj një video? Dëshiron të dërgoj një video që e kapur nga komshia duke hapur derën me forcë ndërsa unë isha me pera në bak në tualet? Jo, të nga bim. Komëshiu në zirë nga komëshiu. Dëshiron? Unë dëshiroj pa atë videon e ke Dëshiron të jap fotografit, më fal. Dëshiron të jap fotografitë tua se çfarë lloji të luksi bën, ndërkohë se unë për fëmijët e tu bën çopa si nëndë si baba, dëshiron? Një të luksin unë e kam bërë tani kur kam dalë nga burgu, t'ju tregoj këtyre këtu edhe ty bashk që unë s'jam sakat edhe nuk jam gënjeshtar si puna jote. Jeta luksit, më fal, jeta luksit bëhet kur unë fëmijë si mi përkushtom ashtu siç duhet si baba. Jeta luksin e bej nuk e nxit shfaqen si puna jote. E bej me kratë e mi, shoh si kam duar, tani kam ardhur nga puna. Edhe e bej me kratë e mi jetën e luksit e nuk e bej të vetë të shtrojnë prifit edhe s'do lloj zagareve rrugëve. E ke shumë gabim. Ato që hyn në burg për punë të drogë dhe për gjëra pistahure ti sëron. E para. Dhe në polici kam mbajtur unë me shenja s'ke vajtur ti. Duke më kërcënuar që thjesht jam një cop femër, s'kam dokumenta, s'kam ndihmë. Më vlet të flash familjen për krah, në vend që unë do t'i marr ato fëmijë e do të lë rrugëve. Se unë kam shok, kam bosa e drogës. Fakto një dëshmiti, një fakt. Është shumë e thjeshtë. Mund t'jap videot, mund t'jap fotografitë, mund t'jap dhe numrin e policisë të vërtetë të paraqitësh, mund ta marrë vetë zonjusha që këtu. Nuk është e nevojshme. Shumë gjëra. Shkëlzen, ti e akuzove. Shkëlzen. Atë videon që të ke dërguash, e ke dërguar edhe këtu në gjykat, që ke qenë ti ajo që më ke hequr video e më ke bërë kastile kurthin, që kishe lënë fëmijët edhe u mbyll dera, mua mos më moho, mos më mashtroj, është Zoti i madh lartë. Ti mua mund më gënjesh, po detën mund ta gënjesh, do njeri mund ta gënjesh, atë lart nuk e gënjen dot asnjëri, ai di mirë të vërtetën. Me gojë mund t'i gënjesh, e kuptove? Me gojë unë gënjej shumë njerëz. Ate i the policisë që kur dola nga burgu që unë të mes 3 kamerave, atje ku të akuzoja të shoqja jote që erdha u me shokun tim, mes 3 kamerave e bere ti dhe policia të më fusje në burg, që janë 3 kamera në pozicion. Në rast të parë të vi Turk që akuzon policinë e shtetit për gjëra që s'janë, e gjë e cila që ti kërkohesh me vite për punë të pistar, të vi Turk një që zën shtetin në gojë, të vi Turk që zën shtetin në gojë në rast të parë. Në vend kur bën krime të pranosh fajet dhe budalliqet që bën. Nuk mund ta akuzosh shtetin. E para, sepse askush nuk i jep femre, çdo lloj femre nëse është të me kiçë nuk jep fëmijët. E para, janë pa dokumenta. Të kam thënë një herë po ta them përsëri prapë sot. Janë pa dokumenta. Punoj me një amerikan të qelbur që mbaj fëmijët. Me një amerikan të qelbur. Më sërgohë mua një aktivist, më tregoj një aktivist, që ke përduar lekë për të fëmijë. Interesi më i lartë edhe për ju të dy janë 2 fëmijët. Ti pranove këtu në këtë live që kur ajo të akuzoi Sonila që bën jetë luksi, ti pranove që po e bëj jetë luksi. Ke ndihmuar ndonjëherë në vlera monetare për fëmijët? Deta e kemi deklaruar në gjyq, ka bërë zonja, më kërkonte mua të më mirte 600 euro në muaj, edhe u besi gjukat edhe pastaj e fshiu atë gjukat, vetë zonja e hodhi në gjukat, vetë e fshiu, unë si interesonte. Jam me letra. Shkëlzen. Për këtë mos më akuzo. Shkëlzen, pak rëndësi ka ç'a vendos gjykata. Ti si baba, a e ke bërë vetë? Ajo, unë si baba sa ka qenë këtu, si ta kam thënë mbas
Ja kam çuar në mes policisë gjërat, me taksi zonjën e kam ndaluar, kam edhe dëshmitar, edhe taksixiun që e kam ngarkuar, kam marrë edhe zonjën me plaçkat, me sonja që kisha marrë për fëmijë. Më tërgoj një apudhik, zotëri, më tërgoj një apudhik, më dhëmë që ti më dhëmë në bindur. Më tërgoj një apudhik, të nga tjetë janë prova. Të thash greqisht, më tërgoj prova. Më tërgoj prova, që unë kam prova, që sonjës fushtarën ti kam dërguar lek për ta fëmijë. Që po jam baba, jep një përgjigje për baba tjere. Jep dhe mua një përgjigje, po më bëbin dhe mua si baba. Me që dash këj fëmijët, ti ma është fëmijë të rritur, shëndosh e mi, la një femër, me një merë kam së së pranë. Edhe na të pranon të kam thënë, dhe ta them për të rritu, lajt, nuk të pranoj që t'ja fëmijë, ta bësh në min kaq. Sonila, të lutem, Sonila. Nëse ti ata fëmijë, të lutem, Sonila, nëse ti ata fëmijë, i ke sjell në jetë, një sekond, shkëlzen, të lutem, Sonila, nëse, Sonila, të lutem. Të dërgoj fotografitë të tua që dërgon me mira euro në TikTok kilek, po për fëmijën tënd nuk kilek, ama ti ke don, unë ta mbaj, ta ushqej, ta arris, të kujdesem për të sinën si baba, të intereson, të rri unë tërë ditën në punë, të vi si ushtar, ku se muret, jam unë shjeti zotëri. Jam unë, e të thua shmua që të marrë fëmijë, shkëllëzën fustani s'ta pranoj. As me gjysh, as me shtet, mas një gjë. Nuk ta pranoj. Sonila, e dashur. Edhe të mbaj vetë. Ma vërteto. Të kam dërguar fest. Futo në shkollë dhe jep me atimin si baba thuaj që fëmijët i vijnë në shkollë. Më thej që jo. Më thej jo të bërë dhe blok. Kujt e bërë blok? Të aty në fëmijë. Shko sa fakte janë këtu. Janë fakte që ti ke marrë me pistas, që kam pa e tu. Nuk të kam përzirë unë. Jam një qokë nërë. Më thej që unë bëjet luksi. Më thej që unë bëjet luksi. Nuk është fajin. Fajin është e ke vetë. Fajin e ke vetë si si zjedh jetën. Sonila dhe shkëlzeni lutem. E dashur Sonila, the pak më parë që unë nuk të lejoj fëmijët. Nëse ti fëmijët i ke sjell në jetë me shkëlzenin, dhe nëse për ata fëmijë po jep edhe djersën e fundit, ti duhet i lësh kontakt me babaj. Në i do fëmijët e tu, mos i ndaj kur nga babaj. I mirë i keq, ai është babaj i tyre. Më të bëj një pyetje? Patjetër. I kam kërkuar ndarjen. I kam quar letrën për ndarje që nga Shqipëria. Kam thënë avokat që nga Shqipëria. Kam humbur gjurmë që unë nuk, askush nuk di vendodhjen time. Që do me thënë, vendodhja shkëlzen fustanin, nuk tjetë, më falë po flas, më respekto se po flas. Ja, një sekund, shkëlzen. Po flas. 2 jetë të ka ardhur letra për ndarje, dhe më thonë nuk gjenë shkëlzen fustanin. Do të vi përsëri letra për ndarje, do të bëj këtu që të shikosh dhe ti të përcasë në qytet ku je. Nuk pranon ndarjen për shkak të interesat të tia. Unë thjesht do ndarje, do të ndaj me këtë lidhje me dokumenta. Pse se pranon? Do më vishim përgjigje të lutem po flas. Shkëlzen, dal të dëgjojmë Sonilën një herë dhe pastaj fol ti Shkëlzen. Po Sonila. Ndarjen do ta jap puna në Shqipëri. Në Shqipëri aty do të vi letra aty mos ki merak. Do të vi letra aty mos ki merak. Se kam vite po ta kërkoj s'po ma jep. Jo, nuk ta pranoj asnjëherë unë ndarjen këtu, në Shqipëri, aty ku jam martuar ku të ndarjen do ta bësh aty siç ka për të ardhur. Te do ti të bësh tallalla këtu me priftërinë me lloj bashkë. Ke shumë gabim, e ke shumë, më vërteto prova. E përgjigjesh fëmijëve. Më jep prova. Do t'jap prova nga telefoni, të tuat. Ti s'ke asnjë provë më. Ti vetëm thjesht e bën me gjithë policinë bashkë. Je i sigurt. Je i sigurt. Lloj bastardi, po mos ma ul dot kokën as ti, as robi zoti. Më falë, po të flasë shumë të ke ma shumë të e që të somë, je i sigurt. E kuptove? Je i sigurt. Je i sigurt. Jam lindur e vdes shqiptar. O Shkëlzen, të lutem, i lëm këto kam lindur dhe do vdes shqiptar, se këto gjëra na ka lënë mbrapa ne. Shkëlzen. Me fakte, na policia ça merr, më çat mbushin letra aty ata më. Nuk ka shtet, më fal, nuk ka shtet që bën punën ti me hile. Asë në shteti, më dënuan 18 muaj, te më nxorën në burg kur i dërgova faktet, që e bere ti me gjithë policitë që më futën burg. Çfarë fakte? Sa avokate ime nuk lëvizin nga vendi? Qish as më intereson më avokate jote e beri mirë punën më, me gjithë policinë për herë të parë më futën më dënuan 18 muaj. Je i sigurt? Te ka për stradë ti në familje. Unë ta kam për ta kisë kam për të bëj, jo për ty për ata fëmijë. Edhe për burgu që më ke futur. Jo për ty për ata fëmijë.
Por çdo gjë ti fshihesh mbrapa do ta paguash. Po kisha në keqe, unë sot do kisha ndim nga familja ime, që sot ama ime ka 4 vjet këtu. Dhe jo them se pa njerë fakturën si djalë. Do mesazhe me vllajën tënd që i kam shkruajtur Urgjina Burgu kush është ky persone nuk e njoh. Edhe më kanë bërë blok të tërë se nuk kanë surrat me. Kur i kam çuar videot, i kam të gjitha me të gjitha. Shkëlzen, po të punosh në lokal, shkëlzen, normalisht ke shoqëri shkëlzen. Mos nga dro ke ku me byreku. Kur të thua shumë kanë fakt, do të kesh fakt duke qenë në krevat në shtëpi me të, ajo është fakti më i madh. Në lokal se mund të jesh për shoqëri, unë nuk mund ta akuzoj. Se foto që ke janë skandale. Mos thua po bëj jetë lukse, nuk i bëtëm sot të jepë me vitë. Po priftin datë, moje, do priftin datë. Organet e priftin, do sa herë nuk i ndonë në fshat, si kafsh, shpallën e papirë. Sa herë nuk e ardhë në të rrave, shkëzën nuk të pranoj. Shkëzën nuk të pranoj. Për priftin që e fakte fort. Ty të vitur njerë. Ti e mësuar të shkelësh. Shkëlzen dhe Sonila. Do mesazhet të saj që këtë thëmë kanë vjerën fëmijë nga barkët në kelësh të qenit të vdes. Do dhe këtë mesazh ti? Si kam ato mesazh që kam në telefoni, do? Nga Lina, nga ishe para, që e thotë Shkëlzen nuk të arrë kur që tim ke goditur dhe më letë të vdisja duke pasur hemorragji mu ba fëmijën, 2 muaj shë në barë. Që unë jam të rënditur nga ishka kam thënë nuk kam qënë se beti. Prandaj më i dërgon me thashe themet më me të qatë thojve. Jo, Shkëlzen e keshë gabi. Keni shkëmbyrë mesazhet dhe sa ishte në burg. Ju i keni dhënë fund, jeni në proces divorci. Ndoshta për shkak të mlefit, të inateve që keni me njëri tjetrin, mendoni në fund që bashkë keni sjellë në jetë 2 fëmijë. Çfarë faj kanë ata fëmijë që gjithë kjo situatë të ndikojë tek ata? Unë kam edhe me avokato deta në Shqipëria që kanë folur që po bëj proceset e ndarjes, ajo s'ka asnjë gjë, nuk ka kërkuar asnjë gjë, kërkon ta bëj ndarjen, kurse do të jetë e lirë se në Shqipëri po vajten do ta vrasin njerëz dhe sa një rast të parë, se do keni ndaj mama ime mama, edhe pak tu lutam, më fal që po të gjëra mantime. Thotë që po të bëj darje në Shqipëri do ta vrasë familja ti. Më fal, mund ta nxjerrë mamantime në kamerë? Po. Jo të është mama ime. Përshëndetje Deta. Përshëndetje zonjë, si jeni? Që prap Doga Gjiun, Bigjos Gjiun, që ka shtruar dhunë në familje dhe ka sharë familjen ofenduse nga më të ndryshmet. Që ka shkue e qakosu në polici. Vetëm e gjithë që kontente të që kanë drejtur një punë shumë për t'i heq kokën vajzës për të mbrojt kokën e vetë. Që i ka thonë djalit të vogël nuk të qunim, po t'i gjej baba. Po me sa Djali me madh e ka formën me që nuk flet me gojë, akoma qëndron me atë frikë se duke rrafur i aty vetë krep për plas për toke. Që vajza më ka torturuar si mos më kesh. Ka lindur djali madh, unë kam shkue te vajza. Ka lindur djali dytë, unë kam shku te vajza. Unë po bëj 4 vjet me vajzën. Vajza punon nga një merokamër, unë maj këta 2 fëmijë në shtëpi. Që sot këta fëmijë janë pa shkollë. Punën e kishe më falë kushtani se po flas të lutëm qëndro ma respekt për moshën që ka. Po shkoj 60 vjeçe, nuk jam 20 vjeç. Të lutëm, se më ke sharë drejt për zreti. Nuk e ke mbajtur gojën fare. Më ke ardhur edhe më ke kërcënuar. Ke sjell edhe një djalë që the, kush është ky djalë për shtëpisë? E thash nuk e njoh. Atë natë të darkë ke ardhur me shokun e tik në brest për t'i heq kokën vajzës time. Edhe e vushe shokun e shume të lokali i Shqipërisë, duke pasë një njeri të tanin brenda në polici, e ke larguar në momente e ke thënë vetë me gojë, duke thënë për lokale, që kush shua vajzën nusën time në punë, unë do të vras ty që je pronar, edhe vajzën nusën time. Ty edhe atë bashkë po ta kisha në mend, se Zoti po e futi në mend, nuk ja rrite, sepse shteti bëri gjitha të mirë, gjitha mrekullit, se nga ardhja e shtetit jemi këtu sot ne, se po t'ishte për ty, ishte ndryshe. Shkëlzen të lutëm, zonja gazetare të lutëm. Po, Shkëlzen. Po më gjëhet në fund. Shkëlzen. Zonja gazetare. Po, ju dëgjoj. Ka lindur djali i madh, sa ka bëni dhe të gjys, një muaj e gjys djali, ka nërë policia mrena.
nuk dinin që asuna zvajza, kemi ngelur. Ka nga policia dhe e kanë shkatru shtëpinë. Çfarë ka ndodhi thashun? Tha dikuj kisha një borç, edhe për të dërguar një qëndë sporti, diku më raportuara, nuk e di çfarë bani, ne nuk dinim të çfarë ka bërë ky. Asuna zvajza. Ka nga pyetje policinë e gjithës çfarë ka ndodhur në 2017. Edhe e kanë më nuk e di se sa ure mbajnë brenda, edhe në shumë të lutem. Të falenderoj, zonjë, të falenderoj. Sot fëmijët janë pa shkollë. Vajza i bëri stes dhe i tha, të mirë kuptohemi burrë grua për hapje të 2 fëmijëve që kemi në mes. Mos i lëm prapa, të vazhdojnë shkollën ashtu siç duhet. Se unë e kam të smonsa. I vogli është anamik gjaku. Edhe i mori ka nevojë për një psikolog për të afruar që ja kemi afruar të shkolla psikologun, po baba i fëmijëve i ka larguar nga shkolla, se nuk do. Thotë do të fus avukatën në mes, avukatën futen në mes, po ti si je baba duni ke si baba. Vajza kishte punën larg, duke i thënë avukatja, ti ta di shtëpinë se ku e ke. Ti di hapa që i ke në Perama, nga Gjithëja, në Perama. Në Perama, vajza nuk i lëm të punonte, nga ishte avukatja e vajzës time. U bën me shkëlzenin, e hoqi dhe nga burgu. Të falenderoj. Do të çoj në burg në fund. Para të zot që është lart kam. Shkëlzen. O shkëlzen, të lutem tani. Tani këto janë kërcënime, do të çoj në burg. Kë do të çosh në burg? Nënën e fëmijëve. Po çfarë ligj? Nëse ka ndodhur diçka, Shkëlzen, të lutem, Shkëlzen, të lutem. Nëse ajo të ka tradhtuar, nuk futesh në burg për tradhti. Jo. E kanë dhirë tani ligj shqiptari, e kanë... Nuk është ligj. Në asnjë vend tjetër të Bashkimit Evropian nuk ka ligj që futet partneri në burg se tradhtoi. Ajo që u lidh bashk janë fëmijët. Ajo do vazhdoj jetën e saj, ti do vazhdosh jetën tënde. Qetësoni, mirë kuptojeni dhe bëni më të mirën për fëmijët. Çfarë bët bashk mbaroj? Mendo 2 fëmijët Shkëlzen. 2 fëmijët e tu. Ty do të dhimbse vetëm 2 fëmijët, nuk e më punë me Sonilën. Ty nuk të dhimbset më Sonila, nuk e dashuron më Sonilën. As Sonila nuk të do më ty. Ajo që u lidh juve të dyve janë 2 fëmijët. Po nuk mund t'i thuash, Shkëlzen, nuk të lejoj, sinqerisht nuk të lejoj. Nuk mund t'i thuash nënës së fëmijëve do të fus në burg. Ku do t'i lësh fëmijët në jetimore? Çfarë do bësh? Odeta, dale një sekond më Odeta, se ajo është e mirë të më fusin mua në burg. Jo. Nuk të kam futur unë, kesh nga bim. Më vërtetoj një fakt, ç'është kjo më ke futur ti, më vërtetoj një fakt. Unë po të dua të fus që këtu, nuk kam ç'të fus, nuk kam se bëj gjë të tillë. Të kam lënë të lirë, të kam në qikosh jetën tënde. Jetë se kam të letë të qmjesë. Unë të nuk edhe se doja, ku në tolli shteti. Sonila, qetësohu sepse po shkojmë drejt fundit. Prodhën më të madhe e dua nga njeriu që është i Zotit, që ndihmon femrat nevojtare, atë dua shumë. Atë prodhë dua të parën. Shkëlzen, Sonila, të lutem, Sonila. Të prifit të? Atë dua, ajo është provën parë që dua. Në vend. Ka akëzuar një njeri që është në 19 vjetave. Ka akëzuar të kërcënuar sot si kurpi. Paguan ai gjyqet tende që i ban dise me 30 euro ti si adel do t'i paguash gjithë ato gjyqet, po paguan mirë prifti, edhe gjykatën i ka paguar mirë. Paguan ai gjykatën. Paguan, Vjen fundi baba kush mund ta aty situatën time. Si di situatën time? Kush ta aty? Do t'ja vesh pushim, do t'ja fush priftin në kokë. Situatën, se sa unë punë riu për të mbajtur këtë familje. Ty kush ta tha? Dakor. Ti je baba, ma vërteto. Kam dërguar kaq, bëra kaq si baba. Ku je? 5 vjet, dhe Shkëlzen Kushtani. 5 vjet apo që na 2000 vjeta. Vem sot po e mbaj vetëm. Po i mbaj mama time. Do më të Nuk kam se të lasë, se nuk mund ta hedhësh poshtë djersën e mamas time. Djersën e mamas time, familjen time nuk e hedh poshtë, jo ti pas kush. Shkëlzen, diçka të fundit Shkëlzen, sepse po shkojmë drejt fundit. Shkëlzen, diçka të fundit. Më lejo ti bëj një pyetje Sonilës. Sonila, ndoshta ka ardhur momenti t'ia harroni, t'i hithi mbrapa të gjitha. Je gatshme që ai sa herë të telefonoj, t'ia lësh fëmijët t'i dëgjoj zërin, pasi do t'i bëj dhe një pyetje Shkëlzenit pas teje. Do më përgjigjesh, mama, do më përgjigjesh dhe më pak tutën si gazetare që je? Po.
A është gjendja si baba, të japish problemin për fëmijët një, të jap lejen në shkollë 2, të panoj ndarjen 3. A është gati, unë jam gati ta bëj. Shkëlzen. Është gati? Ke një përgjigje për t'i dhënë Sonilës? Ndarjen do ta bëjmë në Shqipëri, jo këtu. Këtu me priftit edhe me fushtatë. Do të vi letra për ndarje nga Shqipëria, do të vi letra. Po marrë Grisa Shkëlzen. Po vjen nga Shqipëria, Shkëlzen Kushtani. Ndarja po vjen nga Shqipëria, shumë shpejt do kesh letrën aty përsëri. Po vish edhe ti në Sa vjen gjallë, edhe letra përsëri do vi. Unë e dua të ndarje, s'do ti, unë grua jote me letra e më mirë vdekur. Më vjen turp, më vjen turp. Më është e ftuar vetë dita ime. Kur i mendoj gruaja e ti kam qenë. Banale gjëra nuk kam, banale gjëra ke ti. Unë po përgjigjesh për gjëra tutën? Shkëlzen. Pagesë për fëmijët mia, pagesë për fëmijët mia. Ja, përshleje që vazhdojnë shkollë, nuk po më respekton. E dashur Sonila, pa dyshim që ti ke të drejtat e tua, të shkosh drejt divorcit, ti japësh fund kësaj martese, pa dyshim që Shkëlzeni do vendosi gjykata detyrimi ushqimor dhe ai duhet ta pagojë për fëmijët, pa dyshim që Shkëlzeni duhet të jetë prezent në jetën e fëmijëve, në rritje, në kujdesin e tyre, çfarë do lloj kërkese që mund të duhet për shkollën e fëmijëve duhet të jetë Shkëlzeni, por aman, kjo nuk e pengon që ti vësh kushtet pika mbi i dhe ata fëmijë mos gjejnë zërin e babait. Fal gazet, të thash do njëherë, në çfarë sa i do mbaj këto 3 pika, më jam gjeni ta bëj dom. Nuk kam gjë kundra. Ama kur ky nuk bën asgjë, më falni sekond, nëse ky nuk bën një hap për këta fëmijë, unë s'bëj dot asnjë hap për të. Përpara për mua janë fëmijët. Nëse ky nuk më tregon 3 hapat e fëmijëve. Sonila, nëse ti e do të mirën e fëmijëve, unë të këshilloj mos i ndaj nga babai. Fëmijët nuk janë pronë as e jotja, as e Shkëlzenit. Që ti vendos kushte, Shkëlzeni vendos kushte dhe fëmijët po kthehen kukulla, ju lutem. Fëmijët ka nevojë për babain dhe për nënën. Qa babai është kur fëmijët e janë pa shkollë thjesht për një përgjigje të fushtar? Më lejo të pyes edhe Shkëlzenin. Shkëlzen, kjo gjë i ka ardhur fundi. Ajo po kërkon divorcin. Ti, si baba, duhet jesh i përgjegjshëm. Fëmijët kanë qenë në shkollë atje ku ka qenë, po iku se ju prishin intereset me prif, pati se prif jesh. Shkëlzen, mos i kthehemi muhabeteve të vjetra. Ushqej fëmijët e mi diku. Shkëlzen. Unë punoj në lokal, ushqej fëmijët e mi. O Shkëlzen. Shkëlzen. Shkëlzen, të lutem Sonila, Shkëlzen, të lutem. Ke një përgjigje për t'i dhënë Sonilës? Përgjigje, gjyshin do ta bëjmë ndarjen në Shqipëri, do përballemi me gjykata shqiptare në Shqipëri. Patjetër. Policia e tani do mlesh të flasësh? Po Shkëlzen. E ka pranuar edhe zonja që e mbron policia se... Po lëri këto Shkëlzen, lëri këto gjëra tani, jo e mbron policia, jo se mbron policia. Kthej një përgjigje. Ajo kërkon divorcin, ti thoj po do ta jap divorcin. Ajo kërkon një firmë që është normale për shkollën e fëmijëve. Ti duhet ta japësh firmën. Po deta nuk mund t'jap firmuna ku do të vej zonja. Zonja ka brenda një viti, hikuan aty, do vej në Athinë, do vej... Po do punoj mo Shkëlzen, do punoj, do jetoj. Ti do lësh fëmijët pa shkollë. Po deta kur ajo zonjë mua të më japin letra nga doktori që e kam parë psikologët, fëmijët e mi që i ka hequr dhunë, Nuk jam në shkollë. Po psikolog po si jam në shkollë, e kesh një gabim. Në shkollë jepet psikologu falas, e kesh një gabim Shkëlzen Kushtani. Unë jam vetë nën, kam 2 fëmijë, kam një djalë dhe një vajzë. Ju falenderoj. Ju lutem, për hir të 2 fëmijëve. Ajo që u ka ndodhur ju, nuk jeni as të parët, as të fundit që ndaheni. Bëhuni qytetar, ndahuni në mënyrë të qytetëruar, sepse të gjitha këto konflikte, të gjitha këto inate, mlefe që janë nxjerrë njëri tjetrit, ju nuk po e kuptoni. Fëmijët tuaj po shkatërrohen nga gjithçka që ju po bëni. Mendojeni gjëra të ndryshe. I keni dhënë fund martesës, ti duhet ta respektosh Shkëlzen. Sonilën deri në fund të jetës, është nëna e fëmijëve të tu. Edhe ti Sonila, çfarë do lloj që ti jesh Shkëlzeni. Gjërat ai një sekond Shkëlzen. E dashur Sonila, Shkëlzeni ka probleme me drejtsinë, do t'i zgjidhi vetë me drejtsinë.
Ti e dashur është babai i fëmijëve të tu, nuk ju andron dot babai i fëmijëve. Dhe gjithë jetën do të lidhi kjo gjë më shkelzeni. Bëhuni qytetar, ndajni gjërat dhe vetëm për hir të fëmijëve takohuni dhe t'i bëjni fëmijët tuaj të lumtur. Do bëheni pishman kur ata të rriten dhe atëherë do ta kuptoni. Ju flas nga eksperienca e rasteve që trajtoj. Kuptoj. Edhe unë thash të pranoj këto 3 gjëra që janë, fëmijët në shkollë, të pagoj detyrimet që janë. Ose unë edhe ti të besh të lavao, kam video unë edhe me ty me të lavao. O shkëlzen. Sonila, ndaloj një sekond, o shkëlzen. Ti harron që njerëzit do jetojnë. Ajo do vazhdoj jetën, shkëlzen. Ti do ta kuptosh që ajo do zërdhe një partner, do martohet, nuk është më gruaja jote. Ajo lek të vazhdoj, nuk jam una... Ti mos u merr me jetën e Sonilës më, shkëlzen. Nuk ka që t'interesoj jeta e Sonilës. Ty t'intereson jeta e 2 fëmijëve më, shkëlzen. Nuk më interesojnë jetë e Sonilës, se ke nuk po më kupton Odeta. Unë i kam berë ushqime, zonja i do lek, unë lek nuk mund t'jap zonjë si, zonja me lek të tallet edhe mos kena ta fëmijë të hanë patatina, i kam fëmijë që hanë patatina, Odeta. Po më shkëlzen mos u merr me këto, të lutem. Më fali sekond. Më fal, dëgjoj sekond. Fëmijët po të hanë patatina së murë, ngelen nëpër spitalin, të vitup një siflet. Ato janë anamik gjaku, nuk kanë qenë me ty. Dhe sot ushqime që hanë ato t'i haun. Ushqime që ato fëmijë t'i haun. Nuk do ta them dhe live kështu. Unë për veten tim me vuaj sirop. Unë po ta them dhe live. Ata ushqime që han fëmijët t'i haun. Uroj të bëhet më e mira dhe të gjeni të dy zgjidhjen më të mirë për 2 fëmijët. Ju falenderoj dhe ju përshëndes të dyve nga Tirana. Faleminderit shumë për këtë. Mirupafshim. Mirë, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live të dashur miq. Ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Mos harroni që t'i jepni komentin tuaj, përshtypjen tuaj për historinë që ndam bashkë dhe këtu lart tek fotografia ime mund të klikoni që të abonoheni, ku çdo ditë u ndaj me ju histori të ndryshme që denoncohen te live me Odetën. Faleminderit. Pianet, na ka shit për një gotë rakit, se kam dhe 1 muaj në det, me gomone. Hynë në supermarket dhe gjejtë të plakun, buri plaku dokumentet me punë, mas 4-5 vitesh e kështu, më thotë, pastaj që jam dashuru me ty. Ka mora për burre, mora me rregullu sistemu gjendën e fëmijëve dhe gjendjen time më së rrien mes rrugës. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme unë do ndaj me ju një histori vërtet shokuese. Do të flasim për historinë e Shqiponja Hersit, një 59 vjeçare, e cila të denoncoi kërcënimet që i vijnë nga i dashuri i saj, një shqiptar nga Prizreni. Historia e kësaj nëne është një histori e dhimbshme. Ajo do rrëfej sot live me Odetën momentin kur u largua për herë të parë nga Shqipëria me gomone drejt Italisë. Lufta me ish bashkëshortin për të marrë fëmijët deri tek martesa me një shtetas italian, 30 vite më të madh për hir të dokumentave dhe vitet e fundit kërcënimet që ajo po merr nga i dashuri i saj. Do e ftoj Shqiponjën, këtë 59 vjeçare në këtë live për të dëgjuar historinë e saj, po padyshim për të bërë dhe denoncimin e saj. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për respektin. Më ke telefonuar sepse ke një problem. Po, u mendova mirë, thash tash nuk duroj dot më dhe dua ta shpreh këtë që ja bëjmë rëndë, kam 1 vit e gjys. Qa ka ndodhur konkretisht? Atëhere, unë jam këtu në Itali, nuk jam në Shqipëri. Jam në Itali për 24 vitesh. Kam 3 fëmijë, 3 çuna. I kam rritur vetë, kam jetuar vetë në Itali me fëmijët, me 3 fëmijët. I kam rritur, i kam sistemuar, i kam gjithë secili të martuar, me nuse, me fëmijë, me nipër, me mbesa. I kam gjithë secili në shtëpinë e vet dhe unë jetoj në Itali me një plak 84 vjeç. Je martuar? Je martuar me? Po, them se e martuar, që kur kam marrë fëmijët këtu me fjalë që 24 vjet me fjalë, u martova me këtë plakun për hir të fëmijëve, për dokumentet, për gjërat, për të sistemu familjen, për të sistemu fëmijët. Ju që ta kuptojmë qartë historinë, ju jeni divorcuar me babain e fëmijëve në Shqipëri? Po. Kam vite, atëherë
Kjo jeta ime vazhdo që nga babai që kemi pas babain pianer, na ka shit për një gotë rakije, din mos i ka qenë atëherë, na martoi pa dashje, unë nuk doja, ishim të vegjël, 15 vjeçë, 16 vjeçë. Motra tjetër 14 vjeçë, jemi 12 fëmijë, edhe na martoi aty po ne nuk dushim. Sa vite martesë qëndruat? Kam qenë martuar, unë kam qenë 34 vjeç kur ika. Po? Kur ika, nga që nuk jetoja mos ish me kasollë, diqja me kasollë, se s'kam pasur shtëpi, as gjë veç me kasollë. E pata 3 fëmijë, me fjalë, pata 3 fëmijë me babën e fëmijëve, kështu që nuk është punë se ika u largova, se nuk u largova nga me përmirësu jetën e fëmijëve dhe duke i thënë burrit për shkakun që nuk rrim më këtu, nga torturët të njerëzve të burrit, më mi fjalë nga pafasme, nga gjitha. Ai nuk donte të vinte, unë vazhdova jetën, ai krye 2 muaj, ai ishte martuar me tjetër, kishte bërë fëmijë tjetër. Pa ditë se unë jam gjallë apo jam tek. Nëse iku kjo. Çfarë viti je larguar nga Shqipëria? Që u ndave nga burri dhe në vitin 2000, pamush 2000, me 24 dhjetor 2000. U largove vetëm me fëmijët apo vetëm fillimisht? Jo, fëmijët nuk i mora dot, se kam del 1 muaj në det me gomone. A, pse je nisi me gomone? 1 muaj në det kam del, qit prit, edhe kështu që fëmijët nuk i mora dot, se nuk i sigurova fëmijët, një çovën kopës, një çovë ke tjetër nuk i lash në rrugët, me fjalë fëmijët, ke baba vet i lash, nuk i lash në rrugëve. Kështu që edhe mas 1 muaj dola, shkova tek vllai në Torinë, në Torinë pata një vlla me fëmijë të vegjël dhe ai. Atje majtaj nete, si thush, ja 2-3 muaj tek vllai, mi fjalë që majta fëmijë të vegjël të vllait, derisa u sistemova, u rregullova. Edhe mora rrugën time për Gjenova, duke shku, duke pyet për punë, për supermarkete, si qysh tek me gjetë punë. E në këtë moment, hynë në supermarket dhe gjej të plakun me gjithë gocën e vet me fëmijën e vogël, 2 vjeç. Po. Edhe unë nga malli i fëmijëve, edhe sot të kujtoj edhe çaj, nga malli i fëmijëve që kisha, jo afrova këtij fëmijës që qante dhe e morën krah. E morën krah dhe ajo i mora dhe shpezët të gjonët të gjithë dhe më çuan ke shtëpia vet. Duke i ndihmuar më çuan ke shtëpia vet. Ky plaku kishte gocën që kishte vdek burri dhe kësaj gocës dhe jetonte me gocën e vet dhe me fëmijën e vogël. Ai që aty u lidha unë me këto për punë, jo për tjetër gjë, për punë. E kuptoj. Mbajsha fëmijën e kësaj që kjo punonte në si thon lokal, që ponte kafe, goca vet, edhe mbajsha unë fëmijën. Edhe deri aty pastaj mbori plaku dokumentet me punë, mas 4-5 vitesh e kështu më thot pastaj që jam dashuruar me ty. Mendohu mirë, më thonë mos unë jam dashuruar me ty. Se duke i bërë si huqet tonë, duke i la komë, duke i bërë xhaketën, duke ashtu, edhe u dashuru me mua, për ky ishte i ndar nga gruaja. E kuptoj. Ishte i ndar nga gruaja. Po, ndërkohë që ti jetoje e dashur shqiponja në Gjenova me fëmijët në Lushnjë, flisje? Jo, nuk mi lente burri as me i pa, as me edhe se bërat mund të unë që i qojsha, lloj pakoshe, lloj telefonash, lloj ja merrte ai, shkoja i thoja vllajt që kështu shkosh i fi Kalamet se me le me i par burri, pastaj unë i mora shpejt Kalamet, nuk i lash, asnjë nuk i lash, i mora shpejt. Sa bëra dokumentat me këtë plakun, u laosën e gjitha, për 1 vit unë i mora Kalamet. I mora të 3. Erdha me plakun në ambasadën të Shqipërisë dhe i mora të 3 Kalamet. I mora të 3. Kështu që i kam rrit vet Kalamet. E kuptoj, nuk pate probleme me ish bashkëshortin? Për pjesën e divorcit, marrjen e fëmijëve, të solli probleme në atë kohë? Të them që i kam ble me le Kalamet e mi. Por pse? Më gjatë mund të them. Ai nuk donte, nuk ngjonte, por unë pastaj nuk e di kush ja ka mosh menën, se çdo hap që bojsh unë, çdo ofice që hysh unë, kërkonte vetëm lek. Me fjalë vetëm lek dhe i kam marrë Kalamet e mi me lek. Kam shku me marrë Kalamet, kam pas 13.000 euro me vete. I thash do të rri këtu me fëmijët, po i shpin këtu me fëmijët, se ishte martuar në atë kohë, kishte 2 fëmijë tjerë. E kuptoj. Sa 2 muaj që kisha dalë nuk në Itali ishte martu plaku prap. Kështu vjerri. E kuptoj. Edhe kështu që
Por me fëmijët kur u bashkove, pas sa vitesh nga momenti që ti u largove nga Shqipëria? Allora, unë fëmijët I ka marrë me 2003-in, mos të rrej, 2003-in, se me 2003-in, Pas 3 viteve? Po, sepse s'kisha bo letrat akoma, s'kisha fillu akoma, kupton? S'kisha rregullu akoma vetë. E tash shqiponja, ti me këtë shtetasin italian I cili kishte një moshë shumë të madhe në krahasim me ty, një diferencë, sa vite diferencë keni? Kam 30 vjetë diferencë. Po 30 vite? Unë të thash, flasim si motër, nuk e mora për burrë, e mora me rregullu sistemu gjendën e fëmijëve dhe gjendën time më së rrihen mes rrugës. Me që unë punoj aty u sistemova. S'kam lujt vetë, edhe sot e kam 84 vjeç, bëri sot, me 19 mars bëri. Edhe 100 vjeç u bëft. Është I shëmur. Ai si t'ka trajtuar? Po jo, ai gjunof se tem, ai më ka ndihmuar edhe falë Zotit edhe ai çiki I çova në shkollë, kalamet pastaj çova në institut, unë pastaj I mora kalamet I çova në institut afër shtëpisë që I merrshe I çosha se punoisha edhe unë vetë, edhe s'kisha se kalamet e mi kanë qenë si kalamet pylli, nuk kanë qenë të edukuar të ishin bërë kështu, ishin bërë kocke lëkurë, kupton. Sa I rregullova I sistemova që morën vetën që kapën vetën, I çova atje për shkollë, për të sistemu për të gjitha, me shkollë, me veshje, me gjitha atje, I kam çu. Edhe shtunë djeli kisha unë shtëpi, I mersha vetë. Por shtetas italian, bashorti jot I ri, si u soll me fëmijët e tu? Mirë ty t'ka dashur, sa I ka rënë dashurin aty? Shumë mirë, unë ka trajtuar shumë mirë, thash unë se kam marrë si burr me letrë si me burr, si me thonë, po jo për si burrë gru me fletë, burrë gru, kupton. Por ai këtë gjë ka kuptuar, këtë gjë ka kuptuar nga ana juaj që ju nuk e keni dashur, por Po, e di shumë mirë. Sa ai sot është I smur, është me të marrë prostatët, është operu 12 herë, kështu që e din, por shumë mirë se e bëra për të hir të fëmijëve, nuk e din. Ti sot I shërben aty, në një farë mënyrë e ke detyrim ti shërbesh. I shërbej, e kam detyrim. Por fëmijët si e pritën martesën tënde të re në Itali dhe kur erdhën u bashkuat bashkë? Po ishin të vegjël, më zemër, ishin të vegjël, nuk ato s'kuptoheshin, thoshin është babi, e kemi babi në tjenë Shqipëri, edhe këti të thërishin babo, papi, I thoshin papi. Po me babajin e tyre në Shqipëri, mbajtën kontakte? Asnjëherë si kam ndaluar, bilës vit për vit I çoja unë, ai mi ka ndaluar mua, me gjithë ish grun, me gjithë grunë e vetë sot, që ka I, bilës me grisin letrat, foto që I qojshë unë gjitha robët e gjitha gjënët që kam qu, nuk llogaritën sa kutia kam qu, mon çdo vit është e lek, bilës 7.000 euro për një vit I kam quar, e në thotë që kam morë unë, thotë. Nese, unë e kam bu halal kalamajve, për atë punë. Kjo është jeta jote që ke kaluar në Lushnjë, edhe në Gjenova të Italisë. Por ju keni një problem akoma më të rëndë? Po, kam një problem sepse mas e rregullova kalamajt, që u martuan, që u rregulluan, gjithse kur shikon, se cili shikon familjen e vet, I kam to afër me, shkojmë mirë me fjalë, shkojmë, nuk është punë se shkojmë, por unë tash që I rregullova fëmijë doja një shokjete. Kërkoja një shokjete, unë e kërkova. E kërkova dhe në Facebook u lidha me këtë personin, po jo u lidha me këtë personin direkt, ky kishte koleg pune, këtë personin, se ky I pari do të sa me kalu punën, sa me kalu mi fjalë shu, mu njohë shu për budalliqe, nuk do kishte seriozisht. Po. Edhe ky kishte kolegun e vetë këtë që ma njofti mua nëpërmjet fotos, jo për kështu, s'kishte lidhje kështu, nëpërmjet fotos. E që unë kërkoja një seriozisht. Ky është shqiptar apo shtetas italian? Ky është kosovar. Nga Kosova, shqiptar I Kosovës. Është në Kosovë. Edhe I ka vdek gruaja, nuk ka grua. Po. I ka vdek me diabete, unë pranaj hyrë kësaj pune, po se dije që do m'dilte kështu.
Më fal, të bëj një pyetje përpara se më tregosh çfarë të ka ndodhur me këtë shqiptar nga Kosova. Ti aktualisht jeton me burrin që je me letra me cilibrime, që është i sëmur dhe ka zënë krevatin. A ti ke treguar, i ke marrë leje që unë dua të vazhdoj jetën? Apo s'ke treguar asgjë? Jo, ai nuk dinte gjë fare deri para një viti ai nuk dinte gjë. Unë shkova në Shqipëri, se ky donte që muajin e parë që unë, me fjalë sa më pa mua në foto, donte që muajin e parë që unë të shkoja kej. Në Kosovë. Edhe unë i thash që nuk ka mundësi, se kështu, e din shumë që unë kisha këtë plakën, se i pa të tregu të drejtë, se unë nuk doja një njeri me gënjeshtër, unë doja njeri me fërte. Me long të plakën, ke goca vetë dhe me shiku jetën time, për shumë, ose vinte ai këtu, për shumë. Se fëmijët e dishin, fëmijët po. Shqiponja, si quhet ky personi nga Kosova që ti e njohe nëpërmjet Facebookut? Ky quhet Elbasan Shoshaj. Elbasan Shoshaj. Në çfarë vendi Kosovë jeton? Prizren. Sa vjeç është Elbasani? Njësoj me mua. 59 vjeç. 58, për 59. Po. Ju njohët nëpërmjet Facebookut dhe më pas si e vazhduat lidhjen tuaj? Po. Shkova në kusht në Shqipëri për dhëmbët, se të rregulloja dhëmbët, edhe tash të takoj, ta shoh, ta njoh çfarë njeriu është. Kupton? Po. Atje ndodhi gjithçka. Ky ishte një vit, ky ishte i dashurur, ishte i çmendur mas meje, nuk e di mos e them. Domethënë një vit ju keni komunikuar vetëm nëpërmjet telefonit. Po, nëpërmjet telefonit, po. Dhe pas një viti realizua takimin e parë. Po, se unë do shkojshe për dhomët dhe thash që herë ta njoftum përpara, pastaj i them fëmijëve. Erdhi atje, e takova, donte të flete me mua me një dhomë. Unë nuk e lash me fjalë se njihsha direkt me flet me një person direkt, nuk mund të flihet direkt. Mas nga fundi pastaj çfarë them unë, rashtu unë e pranova dhe unë, po se disha se si ishte si njeri, se njihsha si njeri e ton drejtën. Ju ku qëndruat bashkë? Në Shqipëri apo në Prizren? Në Shqipëri. Pastaj isha në Tiranë, në hotel. Ju qëndruat bashkë sa ditë në Tiranë, që qëndruat në hotel bashkë? Po thosh një muaj mos, se një muaj marrova punë me dhëmbët unë. E kuptoj. Shkonte vinte që unë e përzesha, se nuk e njihsha, e përzesha, nuk doja të bisha për herë. Edhe çfarë bëri ky javën e fundit që do ikshim neve, që do iksha unë, më voldi lekët, më voldi valixhet, mi shkatroi, mi preu rrobat gjitha, pantallonat e shkurtë, ato xhinsat e ato, mi shkatroi, mi mori ato xhinxhilet e mia, patë dhe një varsë florine, gjitha mi mori që ikun në Prizren. Ikun në Prizren, mas 3 ditësh vjen prap. E po mirë, hajt. Tash ka nga dashurie, prap, e pranove, prap. E kam fotën. Të lutem që ta kuptoj qartë. Ai të vodhi, në një farë mënyrë të platë shkiti, ti e fale kur u kthye, domethënë po çfarë të tha, pse i kishte bërë të gjitha këto veprime? Sa e bëra nga dashuria, tha nga që ti s'm pranon, tha mua nga që s'më pranove, dhe unë që të flie me atë në krevat. Po. Iku erdhi herë, 2 herë, 3 herë, prap nga që donte që të më merrte mua direkt me fjalët e unë, se unë si kisha pa djenin e fëmijëve pa kështu, më ka bërë, kam foton aty. Edhe unë më në fund isha dashuruar për dashuri, nuk është kështu, i thash unë, nuk është kështu dashuria. E më nxjerrë më bëri këtej, mora policinë. Pse të nxjerrë të dhunoj? Po, më dërmoi, më sakatoi, po, se donte të flete me një dhomë me mua. Pse ti thoshte ke Facebook, pse ti thoshte ke Messenger, pse ti thoshte flet me këtë, pse ti flet me këtë? Nuk ke për të folur as me shojt. Pse i pje përgjigje plakut, plaku është mafios, plaku është kështu. Ore i thashun ma im ka rrit fëmijë, çaj të foli thashun. Leje të kalumën i thashun, çfarë do bëj me të ardhmen, jo me të kalumën i thashun. Unë do t'i jap përgjigje, ti përgjigjem se po më marak njerëz i thashun. Ma mori telefonin, herë në fundit, ma mori telefonin, ma volli telefonin. Iku në Prizren prap. I mori fotot, shkota i çote fotot gjithë njerëzve të mi. Se kur shkruaja unë, shkruante ai, se kur shkruaja unë. Dhe njerëzit e mi thoshin, ma çajm këto foto,
ka bo foto lakuriq, ka bo foto ndushme, ka bo foto... E jam duke qme, nuk di që me bë, ka hyrë në gjithë profilet e nipër të mbesëve, të motrave të mija, të vlezërve të mi, qas i ka shkrujt të plakut, të njerëzve të plakut, i ka shkrujt nipër mbesëve të plakut. Po kur ka ndodhur kjo ngjarje? Po kjo ngjarje pra ndodhi kur i ka unë nga Tirana, Jo, flasim çfarë viti ka ndodhur? Në gusht. Gushtin e 2023-shit. Po. Me kodë telefonin dhe unë... E dashur Shqiponja, që ta kuptojmë qartë. Ai të ka marrë telefonin, të ka bërë foto ty nudo, dhe këto fotot e tua i ka shpërndarë në rrjetet sociale. Po. Kishte vjedhur telefonin dhe kishte futur te brekët, më fal për shprehjen. Edhe unë e kërkova gjithanë që se e dishe që ky mi ka bërë këtë gjëra, të kërkova nuk e gjeta. Edhe Florit mi vodhi gjitha, mi çoi atje në Prizren. Rrobët mi grisi gjithë, valiçet mi grisi gjithë, se doja që ai donte që unë të shkoja mas atij. Tha shkojmë Velipoj, tha do shkojmë në plazh. Tash unë nuk tash unë gjë këtu, tash unë pa njoftu fëmijët, tash unë pa fol me fëmijët, tash unë vimra për te, son s'të njoh. Jo, po unë kam një vit që të presh ty, jo, unë të du për grus, kam grua, kam për një me. Qa? Por ti nuk e denoncove në polici, kur ishe në Tiranë, nuk e denoncove në polici? E mora policin, se i thash që më ka gris ropet të gjithë të kështu, por unë kisha një javë kohë, se unë do kthesha, kisha biletën për të kthy. Po. Dhe këto më thanë, do të rish këtu, e morën në emrin Bremi dhe numrin e telefonit të tij. Do të rish këtu, tha që të zgjidhësh procesin. Nëse ti do ikësh tani nuk mund bëjmë gjë. E kupton? E kuptoj. Edhe lashut ikun, erdhën në Itali. Mirë, thash ndoshta kthen mend, thash nuk më merr më. Por absolutisht telefonin, se kisha telefonin, mami kishte marrë telefonin. Shkon atje ky, sa shkon atje në Prizren, i shkruan të gjithë shoqeve të mia, ja i kam dhe shoqet dëshmitare, i kam gjithë njerëzit dëshmitar që i ka çu foto, mesazhe kot në kot, ka çu vetëm mesazhet e mia që i thosha unë tit, jo mesazhet e veta që shkruante ky. Të mërshme. Njerëzit mi. Po mirë, ke folur ti me atë që pse mi bën këto gjëra, se ti si ke bërë asgjë. Ore kam fol, më thot mua, dashnia ime, jeta ime, dashnia ime, pastaj ja fillon duke shajt. Të çunin, kam i çun. Me fjalë, isha njerëzit. Ti bën ke raport me çunin, ke kështu. Çfarë ka thonë, dhe unë, siç më ka thonë se më ka pru tensionin e gjakut më 200 dhe unë ja kam kthy, ja kam lënë pa kthy. Po kur ai më ka kërcënu mua, ka një vit të gjysmë. Pra i të vazhdon ende të kërcënoj. Vazhdon. Pse se hap telefonin, çoje telekamerën, telefonin çoje kur është plaku mafios, kur është qelbësiri, kur është dhel, kur është çinke fut aty, kur ke pse se hap telefonin kur të marr unë. Në mënyrë se ti të shohësh mesazhet që ka shkruar dhe unë ja kam kthy, por kur ka detyruar ai ja kam kthy unë, se unë nuk flas me ato që ka por ai. S'jam në ato që flasin. E kuptoj. Pra, thoshte në fillim habitësha. Pra ti e ke njohur në Facebook, ke qëndruar një vit në distancë dhe një herë je takuar me të në jetën tënde. Vetëm një herë ke takuar. Jo. Unë nuk është hera parë që jam takuar. Unë masë ky bëri këtë gjërat, sepse kishte telefonin tim atje akoma, edhe unë shkova atje. Se mund të fund tash, ky ma bëri se ma bëri këtë më të njeroj gjithë dynjon, se gjithë dynjoj që unë kam ik, nuk nga ky plaku, gjithë njerëzit e mi, dhe unë më shumë për kuriozitet shkova se kisha një onasi më kushtonte shumë. Shkova në Prizren? Edhe shkova në Prizren ky. Edhe nejta një javë, 4-5 ditë. Atje, kishte gjithë gjërat e mi. Telefonin e kam marrë, e kam këtu, e kam në shtëpi, edhe ca gjëra kështu, atë onazën e mora sepse e gjeta ku kishte fut. Mi për s'ka morë ca gjëra tjera që i kam lënë komplet rrobët atje, edhe ca gjëra. Por kur vajte për herë të dytë e takove, si u solla ai me ty? Shumë keq se filloi të shaj prapë e dursit, plakë, italisë, kështu, thashun, dëgjoj thosh. Deri më thoi se kur do vish këtu tek mua. Unë tani e bëra 2 herë, thashun. Ti
tash çfarë kërkon nga mua? Ma të mbyll, nuk më lete me fol as me një, ma merr të telefonin, një jepte në mbesë, si mbyll të gjithë hitë, i kancelon të gjithë, nuk lente as një. Veç me këtë thoshte, me mbesën teme, të flosësh edhe me gocën teme, edhe me mua, as një. As me një s'do të më fol. Por ti pse nuk i dhe fund? Më shumë shkova, thash ku rrin ky, thosh unë, ta di se ku rrin ky, Shqiponja, ti e dashuroje atë? Pse nuk i dhe fund kësaj lidhje? Më në fund, po, dashuria nuk, unë, faktikisht, kohë të fundit, edhe unë isha e dashuruar, po jo kështu. Po s'ma merr të meni se ai do të sjellësh kështu me mua, edhe që kur isha ke shtëpia ti, po një, do të, me fjalë, do të bëj atë që thoshte ai, veç atë. O kështu thoshte o hiç, tritë kështu në kohë, kështu. Po. Edhe s'letë me fol as me një. Po sa herë takuar me atë ti? O do bëj këtë që thoshte ai, o do vishje këtë që thoshte ai, ose ju sa herë jeni takuar bashkë? Meroj mrapë. Ai ishte xheloz nga jush? Shumë. Shumë, po si ishte gjo për xheloz aty, se unë isha kej, nuk disha, s'kisha ku të shkosha, se unë s'disha ku të shkosha, si isha mëzohë kome me ambientin. Nuk s'kishte gjo punë xhelozie aty, pa ishte njëri prapë kështu, se ishte kishe qenë dhe e kishe provu dhe me një psikologe tjetër, e kishe nejtë 7 muaj psikologe, dhe unë se di motivin të shqipë se ka i këja. Ju sa herë u takuat bashkë? 3 herë. 3 herë, dhe 3 herë ai në një farë mënyre është sjellë shumë keq me ty. I shofish mesazhet e fotot i kontrolli. Ju tani jeni ndarë? Dhe në shtëpinë vet. Unë jam ke shtëpia ime tani. Jo, jeni ndarë, pra ti ke lidhje më me atë, je ndarë, besoj ke dhënë fund. O zemër, unë as që është martu, thash pa e provoj, qysh tek, një javë, qa njeriu është. Kaq. Një javë nejta herë në parë, një javë nejta herë në dytë. Po të njëjtë të gjë. Po dursit, po plak, kapitalist, bosh kështu, bo kështu, kanë boks kafit, s'kët kështu, kanë qa barkun kështu, kanë brakon më të kështu, kanë bo kështu, je me kancer, je me këte, je me te. Ndihesh fajtore para fëmijëve? Po, ndihem fajtore, sepse nuk i le unë fëmijët prapë. Ju ka shkruar dhe fëmijëve, të tu, si ka reaguar djemt ndaj teje? Po, djemë të shilu, se unë e pa ta thonë djemë, nuk është punë se si e pa ta thonë që kështu, edhe kështu që që është këj kështu, thotë, që është këj njëri kështu, pëse... E kupton. Ai që të do nuk është kështu. Por njerëzit e plakut, burrit italian që u ka shkruar pa ta si ka reaguar? Herë në fundit, plaku faktikisht më shkrujtu kur isha atje, më shkrujti një mesazh i shkreti, se s'ka fajrë e ishës, ose si s'mon. Më lera atë, se jam të vdek, tha, ke punë, tha, s'ke punë, më tha, se i s'mushëm, më shumë pak, ke punë, tha, s'ke punë, tha, shko ke fëmijë të tuaj. Unë sa më tha kështu plaku që më shkrujti kështu, që pash mesazhin më lera atë, se jam të vdek, një të hyp avion, më kalon, më ka bëha dite me shenja, komplet me shenja, se nuk do të me mlonë, i thashun do ikis, thashun kështu, thashun është smur, thashun plaku, thashun kam punë të minja, i thashun, edhe nuk do të me lonë, dhe më ka tërmu këte nga krati, kam shenja të gjithë, i ke foto, i kam foto të gjitha, edhe erdhët e plaku, normalisht që nuk reagun mirë njerëzit, sepse... Por vetë plaku, bashkëshorti, se me letra ti je martuar me atë, çfarë të tha? Po. Unë futa, pastaj në shtëpi nuk mësojte, e qetësova, i thashun që kështu, i thashun shkova për të pranu gjërat e mia, për të marrë gjërat e mia, për të sqaruar to gjërat e fotos, tash me boni gjokti, tash nuk mund t'i bësh asnjë gjë sepse ky ka një vëlla karabinier, atje, dhe atje nuk i bëjnë gjë, se unë këtu i kam bërë, por nuk asnjë gjë as këtu nuk i bëjnë dot gjë nga atje. Kështu që s'kemi çfarë t'i bëjmë kishte thënë. E kuptoj, por plaku të dëboj nga shtëpia apo vazhdon ti tosh akoma me të? Jo, plaku atë natë që shkova unë, se i thash që unë po nisem, i thash unë, direkt thash unë, edhe biles kam bëj një rrugë të keqe atë natë, shumë të keqe, sepse nga ai më dërmoi këtej, s'mora dot asnjë gjë, gjërat e mi, pa lek isha, pa ujë, pa bukë, me ilaçe isha dhe unë, se me tensione me këto. Asnjë kokër leku, as ujë, as bukë, s'ka më nga dite, edhe direkt nga ato ma kanë pagu biles ato
biletën ke avioni dhe thash ti sjell mbrapa, se kështu e tash kam punë. Edhe mora avionin për Pisa, edhe erdhëm Pisa, kam marrë notën për gjithë notën në shtëpi, edhe ai kishte ndruar atë, si kishin thonë, i kishte thonë vllai vet ndroje mos e pranon më këtë në shtëpi, i kishte thonë edhe se kishte rregullu dot, se i smur nuk e kishte rregullu dot atë brapën e shtëpisë. Siç i kishte në shtëpinë ashtu ishte krejt shtëpia, siç pantalonu gjellën gati ashtu krejt myk. Edhe hapa derën hyn në brenda, se isha vdekur komplet. Edhe e bëra për këtë, plakun më shumë dhe për fëmijët, që nuk u duronte jeta ashtu, si ishte dashnia ajo që thoshte ai dashnia. E do ta vërteton, ai mund të thojë çfarë të gjë, çdo gjë mund të thotë ai me të vetën. Unë i kam faktet që ka shkruajt ai akuzat e tij i kam. Shkoni edhe në Shqipëri mund të pyes, ju çoj edhe ke hoteli në Shqipëri, ke hoteli Veranda Vjetër në Tiranë. I kam dhe fakte se janë ato të hotelit të ty. E kuptoj qartë që ti po e denoncon Elbasan Shoshaj, këtë shqiptar nga Prizreni, i cili në një farë mënyrë të ka shkatëruar jetën me gjithë fotografitë e tua, që të ka filmuar në dhomë hoteli kur keni qenë bashkë, nudola, kuriq, dhe këto foto i ka shpërndar kudo. Por, unë dua të bëj dhe pyetjen e fundit për plakun. Ti ja sqarove të gjithë situatën, çfarë kishte ndodhur, domethënë ai të mirë kuptoi në fund? Po, ja tregova të gjithë. Edhe i kërkova falje, i thash nuk të lej më derisa të vdesësh, sepse njeriu thash gabon në jetë, thash unë për një më të mirë, thash unë e bëre, thash të gabim, dhe në sot fëmijët i kam, atë keq mirë është, s'kam këtë të qoj. Edhe kështu që jam akoma ke shtëpia, ke plaku. Për herë të fundit, ku ke folur me Elbasanin? Atëherë, unë kam folë me Elbasanin, kam folë kështu se nga nervat e bllokojsha, sepse nuk mund të atërojsha mo, sepse tash mos më bëj një skandal tjetër, ta maj tash kështu pezull me të mira. Veç me këto fjalë. Ai thot, të lasha fakt thot për vitri, të lasha fakt thot, os po se edhe sot thot, me mu mos ke punë. Unë s'kam pas punë me te fare, po që e majsha pezull. Ai veç shkruante gjona pista, gjona ça nuk më sillte foto porno, më sillte foto me çuk falso, më shkruante pisët, më shkruante i kështu, i ashtu, i kam po them gjithë ato. Për herë të fundit nuk kam folur, por kam shkruajt, edhe për të folur kemi fol, por në të njëjtën fillon direkt më ngren tensionin. Kështu, plaku kështu, fëqunat e tuj kështu, vllajt jatë kështu, morën ment e tyre, kështu e në për te. O mbyll filmi, marroj filmi, nuk barë ujë pilape më, e kam mbyll që kur u ktheva. Kështu që ai më vazhdon të thoj edhe ato mesazhe që ka episodon tani i ka sjell më. Dje. Ndërkohë ti e ke pyetur që pse i bën të gjitha këto, kur ne do nisim një histori dashurie dhe nuk shkoj... Sepse je imja thot nuk s'ke vend tjetër ku të shkosh do, o imja thot do të bëj thot derisa avash. Po kjo nuk është normale, ai mund të ketë një problem psiqik. Për mua ajo është një njeri i çmendur me fiksime, themu, sepse një udhëheqës shkolle, një drejtor shkolle, që udhëheq 34 shkolla të Prizrenit, nuk edukatën ai që ka shkollën që ka ai, edukatën që ka ai, nuk më kombinon me shkollën që ka ai, shkollë që është ai. Për mua ai nuk është edukat që mëson tjerë. Ai mëson ndryshe tjerët atëherë, nuk i jep edukat nxënësve. Pse është drejtor shkolle Prizren ai? Ai është udhëheqës i shkollave të Prizrenit, të 34 shkollave të Prizrenit. Është udhëheqës. Te drejtoria arsimore. Këto foto që ka sjell tani në brëm, që mi ka sjell mua, ka shkuar në Prevall, me shokët dhe me shoqet thot, si për të më provokuar mua, se thot, kam në dorë thot një 51 vjeçën, thot një 59 vjeçë, thot kam në dorë një tjetër dhe s'gjidhe merë, thot mua. Për të bërë të xheloze. Më kërcënon gjithmonë. Por ti ke kërkuar ndihmë, ke folur me njerëzit e tij, me fëmijët e tij? Unë
thash, pas se të shkojsha unë atje, i thash vajzës, nuk kam kur me thonë drejtë, nuk kam se të rejnë. Para se të shkojsh atje, i kam thonë vajzës, ore, i thashë, ky vazhdon të po me këto, dhe kur u njoftë neve, e po të shasë e ka nga dashurie, ka nga mungesa. Edhe i thash gocës, ky babaj jo, të fali tash nuk njifemi, i thashëm po, unë njife me babajnë tatë, tash unë kam kohë që njife me babajnë tatë, po ky babaj jo, tash ka një problem, tash ka një smundje në kokë, i thashë po, është një njëri çmendur, tash po, është një babe. Mime thasha po është, qërë babë është ky, thashun. Më thuaj, thash se ka një problem, thashun, ta mbylli, thashun. Që unë s'do të rojë këtë, thashun, që, jam punë të juja, tha boni çfarë të doni, tha zgjidheni vetë. Kaj, e kam mesazhin e komët asaj aty, kur shkova nga shtëpia, që hynë për herë para nga shtëpia, mi fjalë vajzat kishin ardhur aty, rrishin, as nuk flisnin, as i gjë rrishin gjithuri. Ka që herë dy i këtam pa vajzat, që vishin me ditë të me fëmijët, unë i basha fëmijët, ja respektoshe, i bosha të gjitha, dimoshe të nusën e djalit, që ishte me, së rritë me nusën e djalit ky, që ka 5 fëmijë, dhe ky vetë ka 5 fëmijë, a i të ka prezentuar dhe me familjen e vetë? Ky vetë ka 5 fëmijë, ka 2 çuna, 3 goca, ky vetë. Por ky tani rrin me djalin, me nusën e djalit dhe 5 mbesa. E dashur Shqiponja, apo kur vajte në Prizren, kur e pe që ai të bëri gjithë këto gjëra, fotot e tua t'i shpërndau në rrjetet sociale, pse nuk i bëri një denoncim në policinë në Prizren? Sepse unë isha vetëm, nuk isha mbështetje nga asnjëri, nuk disha ku të shkoj, se unë nuk njihsha asnjëri aty. Edhe thash nuk më la as me hongër bukë, as me pi ujë, as më dha një lek me vetë, as një gjë. Dhe ato lek që pata 900 euro, që pata, kur shkova, mi mori ai, se tha jemi të përbashkët, do t'i mbaj unë, tha se nuk të lej lek ty, më thëmë. Edhe këto mi mbajti. Për kokën e të 3 çunave, unë nuk jam tuk gënjy. Ai mund të thoj çfarë të doj, nëse nuk di që them, unë kam fakte, kam shoqe, kam hotelin, që din mirë që erdhi policia ke hoteli, nuk kam se të gënjej. E kuptoj, do të bëj dokumente, tamu këta, nëse do të vish në prezent tamu, tash i thënë, ndoshta se do të vish tani, do të grisësh dokumentat tamu në bordin tim, në syt tim. Biles më fal. Du të kujtoj edhe këtë kur çova, ka gris fotot e fëmijëve, gjithë bllokun e fëmijëve, që i kisha kujtim, që më zori kam rritë se edhe foton e mamit me gjithë të vllajt, që ka vdek mami me gjithë vllajin, mi ka djegur dhe foton time që unë pa të dalë me motrën e pa të kujtim vogël, që isha martu 15 vjeçë, feju 15 vjeçë, e kisha aty, edhe mi ka djeg të gjitha. Kështu që kur të hysh ke shtëpi ime, tha do t'i djegësh dokumentat tamu, kështu që mos vija unë nuk tej në Itali, që ai duke e ditë shumë mirë që unë kam fëmijë te, kam motrë, kam dhënë gjithë në Itali, kështu që edhe unë pranë nuk shkova prap, sepse nga dashnia, nga turpi që më bëri, më dënjëroi gjithë botën, unë prap do kisha shku, mos kisha plakur. Po me më trajtu kështu jo. Unë Shqiponja besoj që ti nuk e dashuron më, megjithëse që të ka bërë, nuk e do më besoj. Jo, nuk është dashni kjo, e thashur, nuk është dashni. Më do të them, me bitë telefonit në çdo minutë, çoje telefonin ke kamër se ke shoqet, ke dashnorin mrena, ke plakun mafioz, po flen me plakun, po që unë me plakun kam vite që nuk fle, edhe se kur fle, nuk do t'i jap Bullgari ty që do më komandoj e që atje nga Prizren, komandoj mu mëse me 100 plazon, që 100 do ma i shpion, se që të bëjën. Jo, nuk me lejnë të 1 minutë, s'më kalon në qëtësi rahat. Jam bo qmenme, nuk e di se si. Po mi këntruni, më gjeti quni me litar në fyt, më gjeti duke pi helmi. Kështu që e kam thonë të gjojnë, po s'merë vesh, nuk kam që t'i bëjë. Shqiponja, ti po e denonson. Vashtot unë të lerë hap. E hap, soj ka hap, arbi ka hap profile, sesi me profile tjera ka hyrë prapë aty që unë sesi që ta pranoj në dhe i shku njerëz me profil tjetër, i shku njerëzve të mi me profilin e hotelit Veranda Vjetër, i ha profile kot në kot, Ana Palmadesa, se mu këtu më thrasin Ana, tu dhe ka ha profil prapë me këto. Ka shku ka hyke njerëzit e këti, ka hyke plaku, prapë ka hyke njerëz.
E kuptoj. E s'merr vesh. Unë detyrova, u mendova që para se të shoh të shkruaje juve, u mendova një herë prapë për të marrë ca fakte të tjera. Kam edhe shoqen këtu, kam edhe të shoqen di shumë mirë të shoqe këtu. E kuptoj. Ti je te ky live me mua, live me Odetën dhe po e denoncon. Unë dua një mesazh. Ti drejtohesh Elbasanit në këto momente. Elbasanit i them që të më lek vetëm kaq. Nuk ka punë me njerëzit, nuk ka punë me fëmijët e mi, nuk ka punë me mua. Ky film marroi fund. Nuk du ta denoncoj ti bëj keq. Po që ti shkoni ju që ti thoni që nëse ti vazhdon kështu, ajo të ka denoncu sot. S'ka punë me njerëzit e mi mo. Unë vërtet që edhe tani më vjen keq për atë njeri, më vjen keq sepse ai donte një njeri vërtet për shtëpi. Bilës herë të funit më tha që kam shit tokë, më tha mu, të blej një shtëpi këtu në Prizren, më tha mu, edhe të rrim bashkë, të ndahemi bashkë, të blej, i thash, i gjohë thash unë. Mu nuk më duhet leku, shtëpia, nuk më duhet zemra e njeriu, se hynë në shtëpinë ta të 2 herë dhe më ke trajtu si puna i qenit, tash, jo si kafsh, tash, jo si njeri, tash, nuk më duhet ajo, tash, se bëllë kam bujt gjithë jetën, tash, që nga baba im, tash, kem shiti për i gotë rakije, tash, e dhe tani, tash, unë parri të bëj vetës teme të vdes me dorën teme. Jo, bëllë kam bujt në Itali, bëllë kam bujt Shqipëri, edhe këtë ma nëzio jetë, ky. S'kam se të gënje, nuk kam se të gënje, ai mund të thojë çfarë të doj, nuk jam të gënje, unë të çoj ke shtëpia aty, ku janë gjërat e mia, unë të çoj atje. Se unë e bëra më shumë nga që më dënjeroi këtë gjë. Në gjithë dënjon. Në këtë moment ajo është atje në Prevall, me shokët, me shoqë, ku diu mos, më tha mua që më solli fotografinë e saj shoqës tjetër që ishte një 51 vjeçe, më solli mua që gjasmë më mushte menen mua. Tha, jam me shoqe të shkollës, më tha, më në Prevall, në hotel, në Prevall. Më tha, më shkrujti, jo se më tha, më shkrujti. Edhe kishte sjell fotot që sollon tani. Edhe fotën asaj shoqës 51 vjeçe. Mua s'më intereson, tash, ti për çfarë të duhesh, tash, çfarë më intereson më kjo foto kësaj shoqës, i thash. S'më intereson vetë mua më lëre ati, tash. S'ke punë me mua. Kaq. I kam thonë me mirë, nuk që unë s'kam forë njëherë njëtën teme, si kam këthy njëherë të përgjigje që ja kam këthy ati që më ka qu gjakun në tru, më ka qu gjakun. Ka qu gjakun në tru që ja kam këthy dhonë. Se nuk thonë ata e lafe ti i ke për qunin se do me bo me qunin. Nuk thonë atë në qunin e kam sëmurë dhe kam dhe sëmurë. Shëponja, unë uroj që ky denoncim që bërë ditën e sotshme, ai të reagoj dhe mos të bëjmë veprime të tilla se janë veprime shumë të turpshme dhe mbi të gjitha ai është baba, është gjysh, është i madh në moshë, mbi të gjitha që nga punonat e drejtorinë arsimore. Ashtu edhe për nipin tem 2 vjeç ashtu më thënë. Unë uroj që ai të ndërgjegjësohet, por mbi të gjitha ti duhet të bësh i denoncim atit. Ç'a udhëheci shkolla është ai më, ç'a edukate ka ai më, kështu e trajton gruan ai. Kështu ai e ka myt gruan atëherë, ai e ka myt gruan. Se doktori i thoshte mos e prek me dorë, ku ti u rrifte bonde diabete myt. Edhe çka ka hyrë për shkakun që shkruante me mbeshën e plakut, që ka shkruar që rritin atje se do të marrë shpinë e plakut, që do i ka marrë lekët, i thoshte kësaj mbesës vet, plakut. Të ka futur në shere edhe me njerëzit e plakut, e kuptoj. I marrë shpinë se e du për çune, i ka marrë lekët në bankë se e du për çune, që kur ai nuk ka asnjë gjë, ai 650 herë në muj ka një plak i smur. Unë pe mbaj atë, jo po mban mu plakut. Okej, do mbetemi në kontakt. Të përshëndes nga Tirana. Okej, mirupafshim. Mirupafshim e dashur, mirupafshim. Pafshim, inshallah ju në mov Zotit dhe juve, inshallah ndihmoni edhe mua. Se valla jam keq, jam shumë keq. Qetësohu dhe do flasim. Mirupafshim. Kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Këto janë histori njerëzore, histori reale, histori që denoncojnë nga vetë personazhet. Unë ju falenderoj miq që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Mos harroni që poshtë të jepni komentin tuaj dhe këtu lart të abonoheni në kanalin tim zyrtar këtu në YouTube Odeta Dume Mandro. Faleminderit.